Mirëmbrëma shikues të nderuar, po nisim edhe për sonte këndin e debatit tonë në TVN, jemi edhe live në YouTube në kanalin tonë zyrtar. Ishim dëshmitar dhe sot të dështimit të përpjekjes së 27 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Populli nuk u gëzua këtë natë Bajrami. Në fakt, jemi afër 4 muaj pas zgjedhjeve dhe po të thoshte dikush se kjo do të ndodhte 4 muaj pas në shkurtit, mbase vështirë do të besoj. Por politika nuk befason, gjithçka mund të ndodhë. Tani po flitet për shkak këtyre ngërçeve se mund të shkohet në zgjedhjet e reja të dy fishta në Vjesht, kur do të jenë edhe ato lokale. Në fakt, përfaqësues të partisë më të madhe kanë deklaruar edhe preferencën e tyre që ato të jenë për një ditë, nëse veç do të ketë zgjedhje qendrore. Ndërkohë, qeveria e Kosovës sot mbajti mbledhje, mori disa vendime, qeveria në detyrë, mori disa vendime që ka dikush u interpretuan si vendime me peshë elektorale, mbase lëvizja vetëvendosje ka filluar të mendoj për zgjedhje, është thënë kështu, është analizuar shpesh, do ta diskutojmë edhe sonte në studio. Do të mund ta zgjidhë këtë situatë të ngërsh institucional gjykata kushtetuese apo realisht zgjedhjet do të jenë zgjidhja për dalje nga situata. Këto i diskutojmë sonte me të ftuarit në studio. Kam të ftuar zonjën Arta Tahiri Beqa, politologe. Art, mirë se erdhe në studio. Si gjeta? Selam Shkodra, analist. Shkodra, mirë se erdhe në studio. Albinot Maloku, politolog. Maloku, mirë se erdhe sonte në studio. Doreti Meri, gjithashtu politolog. Doreti, mirë se erdhe në studio. Gjithashtu në videolidhje kam edhe Lulzim Veliun, njës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Veliu, nëse po më dëgjon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë para se të fillojmë diskutimin, fillimisht do të ndjekim historinë e Fidan Zinulllaut, kolegut të TVN-shit, për dështimin e përpjekjes së 27 sot për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Në sallë hyrimet e propozuaren e tij për krye parlamentare. Por në 26 tentime, Albin Kurti e Albulena Haxhiu dështuan të siguronin votat e mjaftueshme për këtë. Kështu të njëjtën bashkë me deputetë e tjerë të kuvendit të Kosovës u kthyen për tentimin e 27. Krejt kjo për ta vazhduar një seancë të vetme për konstituimin e institucionit legjislativ që nisi me 15 prill. Pas hyrje në sallë, hyrje dhe kryesuesi i seancës Avni Dehari. Me të ulur në vend, ndoqi rrugën që dështoi plot 18 herë. Kështu për herë të 19 propozoi të krijohet një komision për votim të fshehtë. PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj LDK-n të propozoj një antar për komision, ftoj listën serbe të propozoj një deputet për antar për komision, ftoj AK-n nismën të propozoj një deputet për antar për komision. Përgjigjet e re Dehari nuk mori. Pro krijimit të këtij komisioni votuan vetëm 50 deputet. Si pasojë e kësaj radha erdhi dështimit e 27. 50 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, seanca ndërpritet. Takoni përsëri në 7 maj në orën 11. Seanca e radhës u caktua me 7 qershor në orën 11. Mirë, deputetët pra do të shihen në 7 qershor prap. Aty po takohen për të diskutuar për mbase hallet e tyre, sepse për qytetarëve s'po u vije mundësia që të diskutojnë. Nuk edhe kur ka pas kuvend të rregullt, legislaturën e kaluar nuk janë mbledhur kaq shpesh deputetët e kuvendit të Kosovës po mbledhen, por nuk po qesin asgjë në dritë. Mirë, po e filloj këtë diskutim me zotin Veliu, njësi marrëdhënie ndërkombëtare, jeton në Gjermani, ta kemi një perspektivë, po themi,
nga diaspora, nga Gjermania për situatën dhe ngërshin institucional në Kosovë. Zoti Veliu, si e vlerëson ishte 27 herë sot që 27 dështim për të konstituuar kuvendin e Kosovës? Po, e gjitha kjo çfarë ndodh tani në këtë periudhën post-zgjedhore nuk mund të shihet dhe të njihet ndryshe vetëm si një papërgjegjësi totale e partive politike, por edhe të gjithë të zgjedhurve të këtij parlamenti, pra po shihet qartë se kemi deputet të papërgjegjshëm, kemi parti dhe subjekte të papërgjegjshme kundrejt institucionit të kuvendit, kundrejt votuesve të tyre, kundrejt Republikës së Kosovës, dhe si të tillë kemi këtë situatë që tani e 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve ende nuk kemi konstituimin e kuvendit të Kosovës. Një gjë ku desha vetëm ta kujtoj shkurt se 2 javë pas mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë janë mbajtur zgjedhjet në Gjermani dhe sot kancelari Merz kishte takim me presidentin Trump, ndërsa Kosova ende nuk e din se kush do të jetë kryetari i parlamentit e ardhshëm. Pra ende as të papërgjegjshëm sa që diskutojnë edhe mundësinë e mbajtjeve të zgjedhjeve të parakoshme për të shtyr këtë kaos politik apo papërgjegjësi totale për të shtyr deri në vjeshtën e këtij viti, pra kësaj nuk mund t'i thuhet tjetër vetëm papërgjegjësi totale. Pra që është kundrejt të gjithë detyra dhe obligimet që ata, se unë deputetet e sotëm të parlamentit të Kosovës nuk i shoh ndryshe vetëm si njerëz që në ato pozita kanë ardhur vetëm për privilegje dhe për përfitime personale dhe nuk shohin as pikë përgjegjësie për çfarë ata janë të votuar. Pra, shtën shkurt atyre nuk i intereson interesi i qytetarëve, nuk i intereson interesi i vendit, interesi i vetëm i tyre është interesi personal dhe privilegjet që i fitojnë si të zgjedhur të popullit. Zoti Veliu, kam një pyetje, ju a ndiqni këto, po themi, takimet në kuvend, përpjekje për të ju kur them, jo vetëm ju, por diaspora në po flas Gjermani, a ndiqni apo nuk keni hequr dorë, sepse do të ketë edhe 28 herë mbase do dështojë 28-a, 29-a, 30-a për shkak të pozicionimeve të partive politike që janë barrikaduar në pozicionet e tyre nuk po ndryshojnë qëndrim. Po me thënë të drejtën, Mbërkata shqiptare ka qenë gjithmonë interesuar për zhvillimet në Kosovë, gjithmonë duke pasur parasysh situatën gjeopolitike në cilën ndodhemi tani. Mirë po, tani më këto seanca janë bërë aq monotone dhe sa që më nuk ja vlen për të marrë me to, pra në të shumtën e raste vetëm në lajmet e brëmit si qytetarët në Gjermani apo bashkëmarrëdhëtarët tanë gjatë ditës nuk kanë fut merren me seancat e kuvendit të Kosovës, por duhet të jenë në Mirë, Art, e tha zoti Veliu që jenë kthyer në seanca ose po quaj më shumë se një seancë është aty, përpjekjet janë vazhdueshme në seanca monotone. Në fakt, epilogu është i njëjtë, e tha edhe në mënyrën e tij Fidani në historien që sapo e ndoqëm. Po, në fakt, monotone janë këty, biles në fakt përpos monotonisë ka humbur edhe interesi që po e themi shpesh. Nuk është e drejtë, nuk është demokratike. Shpesh po i shohim edhe fytyrat e përfaqësuesve e deputetëve atyre që kanë një peshë më të madhe, se si janë dhe në këto po tentojmë të lexojmë a mos ka eventualisht ndaj lëvizje apo jo. Po shohim se si futet Albin Kurti në seancë, kujt i jep dorën. Po tash shumë e drejtë kjo, edhe vërtet në fakt, sepse njerë mbaj mend që para 4 vitesh kur mendonim që nuk do formojë qeveria, nuk do bëhet zgjidhja e presidentës si proces, kur një nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Kurti, do thot hyri krah për krah me një deputete e cila kishte kaluar nga Partia Demokratike në lëvizjen vetëvendosje, dhe atëherë që menduam ishte pamundur. Sikur të presim në një skenar që mos po hyn
helbet në edhe këto 28-29 me nëjë deputet për krahu edhe për nëjë ndryshuar. I kemi hup shpresën, në fakt. Po, ndëgjoj, gjithashta nuk dorëzohet, nuk bën asnjë hap, do thotë për të ndryshuar situatën, gjithmonë është e shpresa, edhe pse the Asnat Bajrami nuk u gëzuam, që të kemi një qeveri ose një kuvend në një standard apo në një stat tjetër, po fatkeqësisht më është e njëjti epilog, e njëjta monotoni. Kjo tregon do thotë mos seriozitet absolutisht. Po më duket sikur të gjitha subjektet politike nga para deri te fundit kanë filluar të jenë një status quo, si një zonë rehati, do thotë kur janë mirë, po të qonë më mëngjes, çdo 48 orë dinë çka po i pret, si orar të punës, të tjerët kanë 8 me 4 çdo ditë, këty nuk ka bën një orar i punës. Gjithë kjo i bie tjetë kënd shkputje të madhe nga hallet e qytetarëve të përditshme. Unë po të kisha do të fuqi do të më të madhe mbase do të ndikimit të masës, sinqerisht do të bëja atë që bëri sot dikush, do të kuvendi sa do në mënyrë simbolike dhe nuk e pat peshën e merituar, që do i silja para përgjithësisë sepse në qoftë se ne rrim këtu dhe vetëm debatojmë dhe shohim sekuencat e njëjta, monotone, siç po quajmë, të papërgjithësisë të gjithë deputetëve, nga i pari deri i fundit, sepse përgjithësia është i gjithëve. E ne kemi biseduar visok po thënë ajo po kryetari i partisë, jo po partitë politike, do thotë, por tek e fundit kur ka votuar qytetari nuk ka votuar domosdoshmërisht kryetarin e partisë dhe ty si deputet, po të ka votuar ty si deputet, sepse në listë gjithë janë barabartë kandidat për deputet. Dhe nuk duhet domosdoshmërisht të ruash atë kornizën partiake, mos shpresh mendimet e tua ndryshe, mbi të gjitha kur është interesi i shtetit. Dhe sot, do të thotë në këtë natë unë me bindje të plotën. Do të kjo që partitë janë lideristë në Kosovë janë në fakt, vetëm sigurisht që janë, ta bëjmë konstatimin edhe sonte. Si lëvizja vendosë, si PDK, si LDK edhe AK. Dhe kjo po dëshmon që në qoftë se ne rrim, do thotë, ndërkohë që atyre po them në gjuhë më të thjeshtë, po hec paga, po hecin me ditjet dhe nuk është ka hupin, domethënë nuk ka këtu edhe atyre e shef edhe atë sensin e humorit, buzëqeshin, ironizojnë, i foli ky këtij, i foli ai atij, duket të po bëjnë skenarët e shtëpia se kur të dalim pak më i rëndësishëm një seancë me ca shënime, me ca reagime dhe tashmë ky është kthy cirku i kuvendit ton dhe nuk e di se kur do jetë do thotë fundi i gjithë kësaj situate. Doret, kur përfundoi procesi zgjedhor i 9 shkurtit, atë ka shku në i mendje, se në analizat e tua më pashme ka thënë që ne po futim në një krizë që pastaj vetëm sa shkon e përshkallëzohet, kjo më kujtohet. Jam i saktë besoj kur po të citoj. A ke besuar që do të jetë kjo situatë ku ne do të shkojmë në 27 përpjekje për të konstruar kuvendin që nga 15 prilli, mbase do të jetë edhe 28-a, 29-a, 30-a, nuk e di se sa do të shkohet. Të ka shkuar në mend që kjo do të ndodh, apo ke besuar se do pak në pjekurinë e këtyre po themi përfaqësuesve të popullit të krerëve të partive politike? Në fakt unë se kam mendu këtë opsion, pra idenë që do të mund të vënoj konstruimi kuvendit. Kam besuar thellë që dështimet do të vinë në rastin kur do të mund të formojë qeveria e Republikës. Sepse gjua që e shoqëroi zgjedhjet dhe më pas duket sikur edhe e krijoi një situatë në të cilën mundësia për parafrim në mes të partive politike ishte vërtet minimale. Kjo gjua dhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë polarizuar në të tjera, ndoshta edhe për shkak se të gjithë kanë hyrë në një situatë në të cilën do të mund të humbin atë që kanë arritur në këtë zgjedhje. Pra, secila prej tyre me gjas po kalkulon me idenë se ndoshta shkuar në zgjedhje më herët ose çdo veprim politik që do të mund ta bënin në raport me afrimin ndaj një partie tjetër ose një krahasit të politik do të ishte fatale për ta. Kështu që për të përgjigjur shkurt, nuk kam besuar që do të dështonte konstruimi kuvendit deri në këtë mos. Por kam besuar thellë që do të kemi shumë të lashe po e përsëris në formimin e qeverisë, çka besoj se do të kemi përsëri këtë lashe edhe nëse kuvendi do të konstituohet herë do kur. Ndoshta do të kemi asnjëherë nevojë. Më afërt është që kuvendi do të konstituohet edhe pastaj do të shkohet në zgjedhje, do të shkohet. Ndoshta nuk do të kemi nevojë për të pas një konstituim qeverie, sepse do të krijohet aso klime politike që do të na detyrojë ndoshta partitë politike që të bëjnë një hap drejt shkuarjes në zgjedhje.
për të ka disa zëra tashmë, ka një qëndrim politik të një partije, ka një kalkulim që bëhet për ditë ndoshta se kush fiton ose humb nëse do të shkojë në zgjedhje. Së diskursi publik në vendin tonë shoqërohet me idenë se a mund të mbahen 2 palë zgjedhje brenda një dite, a mund të kemi një cikël të ri zgjedhor në të cilën përfshihen 2 nivele zgjedhjesh dhe kur përmendet kaq shpesh, dëshmon se sido që të jetë ka një, do të thoya një drejthije që po japin më shumë rëndësi mbajtjes së zgjedhjeve realisht se sa mundësisë për të formuar konstruimit të institucioneve, sepse duket që nuk ka gatishmëri nga partitë politike që të shkojnë një hap më tej, por çka pastaj? Kjo është diskutimi që duhet të bëhet. Çfarë ndodhi me Republikën e Kosovës, çfarë ndodhi me qytetarët e këtij vendi, çfarë ndodhi me çfarë do të ndodhë me partitë politike në raport me fushatën, në raport me qëndrimet, në raport me liderët, kush do t'i prinë fushatës, kush do t'jenë kandidatët për kryeministra, se do të jetë më avantazhuar në kuptimin se do të fitojnë ose jo në këto zgjedhje. Ka një diskurs pastaj tjetër që do të mund të Mirë, drejt, se mund të diskutojmë edhe gjatë emision gjitha këto se base do të mund të përqendrohemi në një pjesë te ajo se kujt i kombinojnë të zgjedhjet ose kujt edhe mund mos i kombinojnë. Maloku, çfarë konstatimi ose çfarë vlerësimi mund të japim kastës politike në Kosovë që e ka sjell gjendjen në cilën aktualisht jemi? Ne kemi pasur edhe momente më të vështira, kemi pasur edhe negociatat, mospajtimet kanë qenë duke vluar, akuzat kanë qenë edhe më të rënda, është, po themi, LDK-ja ka akuzuar PDK-n, e dim për vrasjet e gjitha të tjera, por në një moment është gjetur një modus që ata të bëhen bashk për kauza më të rëndësishme. Edhe sot besoj e rëndësishme është shteti, sepse nuk mund të krahasohemi me Francën ose ndonjë vend evropian ku sistemi funksionon, neve edhe këtu çalojmë. Rrjedhimisht duhet të themelojmë institucionin, që nuk po ndodh. Sot në Kosovë, për veç shpjegimeve të ndryshme që jepen, qoftë nga kolegët në studio, në perspektivën e mendimit tim është se ka ndodhur shpërftyrimi i arsyes politike, për rrjedhoj, fjala nuk ka kurfar peshë dhe qëndrimi përdoret për manipulim. Kur jemi në këtë drejgje të mendësisë politike dhe të zhvillimeve politike paralelisht, përveç se tregon për mos seriozitet, lënë edhe përshtypjen të faktorit ndërkombëtar, e sidomos të aleatët, që nuk është e domosdoshme të përqendrojmë vëmendjen në nevojat tek kësaj hapësire dhe të tyre njerëzve që jetojnë në këtë hapësirë, pra në Republikën e Kosovës. Dhe kjo është stadi më i keq që mund të ndodh Kosovës, sidomos në rrethonat aktuale, të cilat në një formë ose tjetër do duhet kishin një situatë, një imazh krejt tjetër, një pozicion krejt tjetër, dhe Kosova të reflektonte seriozitet. Keni parasysh, diskutoj për kohë gjatë për masat e Bashkimit Evropian. Unë kam qenë kritik në vazhdimsi i Bashkimit Evropian, sot nuk kam kokër kritike për Bashkimin Evropian, veç provoj të imagjinoj veten si përfaqësues i Bashkimit Evropian në një hapësirë si është Kosova. Pse duhet Bashkimi Evropian me hiq masat? Pse duhet Shtetet Bashkuara të Amerikës me pas një vëmendje në Republikën e Kosovës, kur duket se në formë konsensuale leadershipi aktual në Republikën e Kosovës nuk po e ndjen nevojën për të reflektuar. Dhe në natyrshmërinë e reflektimit të rrjedh, kush e ka një fuqi, gjithë ka qenë kështu. I fuqishëm reflekton, i forti reflekton, për rrjedhoj krijohet një situatë tjetër. Dhe sot në Bashkimin Evropian nuk e akuzoj në asnjë mënyrë për përqastjen tani të re, pra të mos transparencës në raport me atë se çfarë janë masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, për arsye të mos seriozitetit të rreguar. Tani, ajo që e përmeni Dorajeti, hesapi ose llogaritja, gjithsesi manipulative, për shku paralelisht me një proces dhe për ta pa procesin zgjedhor, ripërsëritjen e tij si rrugëzgjidhje. Në demokraci është e shëndetshme, por çfarë është situata aktuale nga perspektiva se çfarë është bërë brenda kësaj periudhe, subjektet politike në Republikën e Kosovës janë duke ofenduar non-shkurtin, qytetarin e non-shkurtit. Dhe unë nuk e di pse qytetari i non-shkurtit, cili ka treguar kulturën më të lartë politike, me besu që rrugëzgjidhja është zgjedhjet, për rrjedhoj të njëjta duhet bën me ato lokale në Republikën e Kosovës. Automatikisht i sheh këto si manipulative, në kërkesë, po dhe në përqasje nëse dikush i dëshiron këto të ndodhin paralelisht. Kemi pas një proces, gjithë e kemi livdu 4 vite i përmbyllur në mirëfilli,
dhe një proces të mirëfilli zgjedhor prap pas kësaj periudhe 4 vjeçare. Zgjedhjet lokale e kanë në tetor për arsye se janë krejtësisht në kuadër të asaj që është si normë dhe të kërkohet zgjidhje në këtë situatë tek zgjedhjet dhe të ofrohet ose të bëhen si qendrim që mund të shkojmë paralelisht me ato. Kam përshtypjen që edhe gjithsesi janë të njanshme, e subjekte tjera politike ose secili në Republikën e Kosovës nuk duhet në asnjë mënyrë ta pranojë si të mirëqen këtë ofertë, përveç kërkesës maksimale që të ketë racionalitet. Pra mos ndodh ajo që thash në fillim, shpërftyrimi i arsyes që nuk e meriton qytetari i non-shkurtit të vitit të rrjedhës të ofendohet deri në këtë drejgje e t'i thuhet që keme dalë prap, keme votu. Ky është ofendim që provohet në mënyrë manipulative me i bën qytetarit Kosovës. Qëlem është ofendim, ndaj non-shkurtit kjo çfarë po ndodh, Maloku po flet ose po thirr në racionalitet. Në fakt që nuk po ndodh. Nëse ishe pas këtyre përpjekjeve përfaqësues të partive politike, dalin para gazetarëve në hol të kuvendit dhe shpjegimet janë të njëjta, por që pak duken fakt racionale. Partia më e madhe që thot ne na takon për shkak se kushtetuta e thot kështu dhe këta të tjerë që thonë kërkesa është krejt arbitrare të na bëjnë neve që ta votojmë ne individ që s'na pëlqen dhe nuk dua të japim numrat blanku. Sa shkruan dekonat në dispozitat kushtetutës se do të më pëlqy para prakisht kandidat. Ndëgjoj, me i pëlqy, kanë dhënë arsyet se s'është për pëlqyeshmëria as nga pamja as nga tjetra, arsyet politike. Po flas pëlqyeshmëri politike. Ore, unë spajtohem me zotin Maloku që justifikon veprimet e Unionit Evropian. Janë veprimet e cilat e kanë humb kuptimin edhe 2 vite pas vendosjes aty në mosa. Ato mosa kanë qenë edhe në atë kohë të panevojshme edhe nuk lidhen me zhvillimet e mbrëmshme. Nuk janë për shkak këtyre zhvillimeve të cilat janë papranueshme për gjithë neve, po edhe për qytetarët e Kosovës, madje edhe vetë subjektet politike trumbetojnë që janë të panevojshme këto zhvillime që ndodhin. E dyta, mendoj që këto zhvillime të cilat partitë politike po i japin si lloj kohje, po tregojnë edhe po e heqin maskën para veç qytetarëve se në çfarë stadin, çfarë nivelit zhvillimit demokracisë jemi. Do thonë, pajtona pjesërisht me pjesën e qytetarëve që ka qenë në nivelin më të lartë në kuptimin e në tregimit në emancipimit të lartë gjatë ditës së zgjedhjeve, por e gjithë procesi që kanë varë prej institucioneve, prej politikanëve, do thotë ka degradu. Që nga organizimi i numërimit të zgjedhjeve, votimeve, më pastaj fjallori pa përshtatshëm i gjellëve pa përjashtim, përjashtimi dhe mund gjua përjashtuese gjellëve për mos bashkëpunim me njëra tjetrën, e deri tek me të vërtetë ky cirkus, është ta zonja arta e këtyne përsëritjeve të këtyne seancave të pakuptimta, të cilat e kanë humb kuptim. E bajnë barën më të madhe këta, se janë liderët e këtyre partive. Po që ata njerës janë foto që ato që ata e bojnë, po duke mos... Dhe pse nga disa nga ta kemi parë edhe qasje konstruktive, për dhe për ta kaluar situatën. Duke mos e përjashtu edhe ato që e tha Arta, përgjësin individuale të deputetve. Duhet me pas deputet të përgjithshëm aty. Pavarësisht qëndrimit partive politike, ose krerëve të partive politike, duhet me pas njerëz që e thejnë atë logjik bllokuese dhe për hir të vendit duhet me dalë dikush siç ka dalë në të kaluamën një deputete nga radhët e opozitës dhe ka votuar zonën Osmane për presidente, duhet me jap dikush një shembull të tillë. Dhe qytetarët atë deputete kanë radhit lart. Pse s'po ndodh në fakt? Pse s'po ndodh që dikush të del, që të themi të del nga kornizat e partive ose nga linja zyrtare partijake? Sepse... A i bie që listat kanë qenë shumë të shtërnguar dhe ata që kanë qenë në listë janë aty pas liderit të partisë, vazhdojnë të jenë. Nuk janë të sigurt se si do të shkojë procesi
Dëgja, këtë janë pyetje një 2 ose 3 vota mungesë, nuk është veç një votë. Dhe është bukur problem me i në kësi situata është bukur shumë problem me i siguru 2 e ma shumë vota. Se me qenë veç një vota e thej njerëz këtë blokad pa kuptim. Problema është s'den, se kur den nuk ka problem. Ka dikush që, jo, të kalumën, jo dhonë edhe terminale, po që asë dije i shola s'ka më në kuvend. Unë po flasme për vetë dije, për me bo një precedent. Ashtë po jenë pak matrona, po për të po kam qenë me folë. Ja, ta shpytja ashtu kush s'din këto. I modhi? Ja. Na po flasme, une e citova zonën Arta ku tha, deputet, dhe i dhash të drejt, dhe me ne që ka të drejt, deputet duhet të kryoj një standart të ri. Vetëm se kryen një mundësi që të japë edhe zoti Veliu fjalën për shkak se standard të mirë, pavarësisht qëndrimit partijak, kur është në pyetje për shembull interese shtetërore. Nuk mund të ditën në konferenca për shtyp pas përfundimit këtyre seancave dhe para fillimit me u thirr në emër të interesit të vendit dhe me hyj aty dhe me qit kushtet pa kuptim për një emër të përvetshëm. Është absurd kjo. Edhe ju e thatë dikush nga opozita si që ka dalë, pëse s'po provoni me racionalizu, halo ma shumë, se cili deputet e ka peshën e vetë, qovë ish opozita, gjithsesi, se cili deputet e ka peshën e vetë, dhe se cili deputet në kushte normale do duhet kështë në qëndrim të vetin, dhe nga praktika të gjitha subjektet tjera politike për jashtë, 48-shin, nuk është që s'kam pas deputet racional për të votu, qoftë kryevën e kuvendit, qoftë presidentën e vendit, pro ka pas, po nuk ka ndodhë kur tek e madhja aktuale. Dhe për rjedhoj, në qoftë se kërkohet që të kenë përgjithësi të gjithë njësoj, atëherë duhet jemi për të gjithë njësoj. Jo, thuhet, duhet kesh dikush racional nga opozita dhe ta votoj dhe ata nuk e kanë drejt me imponu. Ata nuk po imponojnë. Eshe që të në studio për fola, eshe në studio. Jo, këtu në studio dhe me vendje maksimale të bropa. Ose jepë selam në të gjatë i sheth ashtë janë përgjes që të gjithë. Por, hyra në interpretimin e tezave që ingriti zonja Arta kur tha deputet e kanë mandatin individualisht dhe qytetarët kanë votu edhe për deputet dhe jo vetëm për subjekt dhe kjo qëndran. Më thonë, ka shumë deputet që marrin vota dhe jashtojnë votat subjekteve të tyre. Kjo qëllimi i atë kandidatëve në fakt, kur merr partia. Personalitetet të tyre që kanë. Por në këtë legislaturë nuk po tregojnë shumë, në me thonë që kanë vedije politike dhe qëndrime separative të ndara nga subjekti. Në këtë kuptim e thash, nuk përjashtova asnjë nga përgjësia, këto një 50 herë, nëse do të me përsëri sa herë çimit njëjtën frazë, po i ngjizoj vetëm dhe pelshoj në telefon, kom thonë gjithë ta lider dhe marr parasysh fuqinë politike e kanë edhe përgjësinë. Por kam interpretu edhe kam bani prerje, deri në kohën kur Zoti Kurti ka ftu në konsultime dhe ka shpreh gatishmëri për bashkëqeverisje. Mund është pafundësisht me sabotu vendin, për shkak se varet një vot e jotja për me zgjidh këtë institucion dhe me përmbys këtë situatë. Me të vërtetë atëherë do të ishte në nënshkrimin e nënshkrimit. Sepse qytetarët e kanë ndërtuar këtë piramidë. Jo neve. Fal, se mund të marrë shurnim që mund të ketë pushtet në tavolina. Se që ka pas në të kalumën, pushtetin e apin qytetarët. Ideja është që s'po bëjmë zgjidhje se të pushteta do të përmbysej situata. A është politika arti smundshme edhe pushteti në tavolina dhe forma tjera mund të bëhet. Mirë, intervenoj me fali, se duhet të shtroj një pikë në vazhdim zotit Veliu, i cili nuk është fizikisht me ne këtu. Maloku. Zoti Veliu, i përmendi pak a shumë Zoti Shkodra, faktorët pëse pak a shumë jemi ne në këtë situatë është, dhe po ashtroj këtë pyetje, është gjua, përqarse, interesat e ngushta të pëthejme politikanëve, hipotekat nga e kalora, apo mungesa reale e leadershipit në këtë kastën aktuale politike në Kosovë. Pse jemi ne në këtë situatë? Jo, unë për ndryshim nga mësafirët në studio, mendoj se nuk është zgjedhje në qoftë se do të kemi një kalim të një apo dy deputetin nga njëri në krahun tjetër. Zgjedhje e gjithë problemi do të ishte marrëveshja politike në mes të subjekte politike. E një marrëveshje në mes të subjekte politike është normale që e bën liderët. Pra, është mungesë e leadershipit të subjekteve tona politike, që për fatin e keq
nuk është vetëm lëvizja disvendosje e cila për mendimin tim ka përgjegjësi kryesore, për arsye se ka numrin më të madh të deputetëve, dhe si më e fuqishmja pra ka edhe përgjegjësi më të mëdha, por është fatikeq që edhe partitë opozitare e në këtë rast do të kisha bequar lidhjen demokratike të Kosovës që është duke u treguar shumë destruktive për arsye se pati një ftesë nga lëvizja vetëvendosje për bashkëqeverisje, të cilën e refuzoi me njëherë, por edhe në anën tjetër nuk është treguar e gatshme për bashkëpunim me opozitën, duke e citur si kusht të parë postin e kryeministrit për zotin Abdi Gjiku. Pra, në tërësi mund të them se si problematik është më tepër e leadershipit sa e vetë deputetëve. Është fakt se ata deputet, ata janë të zgjedhur të popullit, ata kanë sjellur shumë vota nëpër subjektet e tyre, mirë po të fundit edhe në qoftë se do të kemi një kalim të tillë, do të kemi një qeveri minorancë, një qeveri e cila mund të shkojë më së largu deri në zgjedhjen në kohën kur do të kemi zgjedhjen e presidentit dhe prapë do të betim pa qeveri. Unë mendoj se është ka përgjegjësi shumë e madhe në qoftë se këto subjekte politike do të vendosin për zgjedhje të jashtëzakonshme apo të parakoshme, pasi që edhe zgjedhjet e tilla nuk do të ndryshojnë shumë në rezultat. Pa marrë parasysh kësaj çfarë është duke ndodhur tani, sepse edhe në zgjedhjet e tjera do t'i kemi këto 4 parti, nuk do t'i kemi partitë të reja të cilat ndoshta do t'i dëmtojnë. Mendohet se këto subjekte politike, për shkak të papërgjegjësisë, për shkak të mos koordinimit, për shkak të mos bashkëpunimit, ndoshta do të ndërrohen nga elektorati, por prap ato vota do të sillen në mes këtyre partive dhe parafërsisht do kemi rezultatin e njëjtë, edhe nëse do mbahen në thjesht apo edhe në kohën e zgjedhjes së presidentit në pritjen e vitit të ardhshëm. Zot Niveliu, se kisha dhënë një pyetje, më fal. Unë nuk pajtohem, edhe pse nuk e kuptova, të mendu me artën, nuk e kuptova çfarë ishte kundërshtia jote, e kundërshtia jame është tek ajo që po provoni t'i thoni LDK se është destruktive. Pse LDK-ja destruktive? LDK-ja nuk po dan. Dhe në Republikën e Kosovës është një subjekt politik që ka tregu vullnet për bashkëpunim, është i vetmi. Të tjerët nuk po don me pas as dek as drek me të parin pas procedurës, dhe pse duhet ta akuzosh dikon kur s'dan? Nuk dan. Ajo don të ketë identitetin e vet, ju e thot pas po bashkohet me opozitën. Ajo është ka subjektivitet të vetin. Po, zote Maloku, faleminderit për pyetje edhe një herë. Unë mendoj se sqarova pjesën e LDK-s. Unë do të kisha shtuar një pyetje çfarë kuptimi ka ekzistimi i një subjekti politik i cili nuk është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë. Është fakt se Partia Demokratike e Kosovës është një forcë politike që është e gatshme për bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe me këtë qoftë, pra është një subjekt politik që është shfaqur i hapur për të gjitha mundësitë për të nxjerrur vendin nga kjo krizë politike, mirë po ja që lëvizja vetëvendosje po mendon se nuk duhet bashkëqeverisit, edhe pse unë gjatë verës së kaluar pata menduar shumë se këto dy subjekte janë për ofruar dhe do të ketë një koalicion po zgjedhur. Mirë po, diçka duket se edhe ato ka pasur një rrshitje dhe tani nuk asnjë bisedohet nga zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje, të cilët shihet qartë se jo që nuk i kanë numrat për kryeparlamentare, por nuk i kanë numrat as edhe për kryeministër, se në shumë raste kemi dëgjuar nga ata se në qoftë se zgjidhet kryeparlamentari për kryeministër kemi vota, gjë që nuk është e vërtetë. Nuk i kanë votat asnjëra as pala tjetër. Mirë, ata i kishin votat në fakt niko gjatë, pa të thënë që kemi votat e kryeparlamentarin. Mbaj mend se ancat e para kemi akoma vedijen e plot që çdo deputet. Ata po thënë halo, po votimi fshet për na prish punë. Ata bëjmë në mënyrë kronologjike, qytetarët duhet ta di. Ne këtë punë kemi që të bëhemi më të qartë nga ata që thonë politika për ditë edhe që manipulojnë me mendimet ndaj qytetarëve. Një kohë gjatë thami kemi votat për kryeparlamentarin. E panë që se patën, sepse ishte vetëm spekulim dhe manipulim i masës. Erdhe e dyta tha i kemi votat, po dojnë në mënyrë të fshef se janë disa deputet,
unë nuk e thash rastësisht zot Riveri, unë nuk thash që ata të kalojnë do të një deputeti PDK-s, LDK-s, AK-s, ish opozitës, të kalojnë në vetëvendosje, por thash të shpreh vullnetin e tij të lirë, të rinë në partinë e tij dhe të votojë të kalojë këtë stad. Ku janë, do thotë, siç e përmendë zotri Shkota, i cili tha ka qenë deputeti që kurse ka ndruar subjektin, por ishte për të bërë kurumin në zgjedhjen e presidentes. Në këtë rast, këtë qëndrim kisha që për të zhbllokuar këtë situatë ku jemi neve, duhet të dalim, do thotë, edhe jashtë atyre parimeve në thojza partijake që kërkojnë liderët partijak. E dyta, ajo çka është sot nuk ka të bëjë me idenë që s'po kemi vota, s'po kemi numra. Mirë, jemi në situatë të tillë ku vetëvendosja është e para, duhet bëni koalicion. Gjë që e ka ditur vetëvendosja që me datën 9 shkurtit, kur donin zgjedhjet preliminare. Dhe, çka po bën vetëvendosja, po ka komoditet në thonjza, kur unë nuk po e shoh, të zgjedhjet du me këtë e s'du me atë. Dhe ai që ky do në këtë rast është LDK-ja, të bëjë një koalicion në të cilën LDK-ja ka dalë zhgënjur nga një koalicion me lëvizje vetëvendosje, përpos zhgënimit ka dalë dërmuar me vota nga koalicioni me lëvizje vetëvendosje, dhe i kërkohet të bëhet kurban, me që jemi në natën e kurbanit, të bëhet akoma LDK-ja kurban me lëvizje vetëvendosje, duke mos e ditur a mundet brenda natës me një SMS si e ka prishur koalicioni, a mund të ndodhi prap, dhe t'i kërkohet vazhdojse t'i koalicioni ka prish Lida Demokratike. Jo, koalicionin e ka prishur, dëgjoj, koalicionin edhe shkarkimin e ka bërë do të lëvizja vetëvendosje. Këtë nuk duhet Kryeministri shkarkon e ngarkon ministra. Po, pa folur me lidin që po pa partneritet. Vetëm me një mesazh është prishur. E tjetra, ti ke PDK-n, siç e tha zot Riveriaj, PDK-ja është parti që po do me hynë qeveri, shumë mirë, është i do me hynë qeveri, kur e kanë thënë që do. PDK-ja nuk është kupton, PDK-ja. PDK-ja deri më tani. Vazhdimisht e kanë thënë që s'duam. PDK-ja vetëm le t'i shkon kërkesa, ti kishe shkuar se tashmë është vonë. Ose për kryet herës, tani ose ka qenë rekomandim. PDK-ja nuk ka qenë kundër një koalicion. Nuk është që ka pas vullnet. Nuk ka pasur pastaj deklarimet paktën publike se për ato flasim. PDK-ja ka thënë, nuk kemi vija të kuqe. PDK-ja ka thënë Bedri Hamza aso kohë, nuk po thënë tani në 27 herë tash që kemi dështuar. Atëherë kur e pa që nuk pika votat. Çka po dojnë subjektet opozitore? Çka po dojnë? Apo e shef që LDK-ja s'po shkon. Dena vetëvendosja. Që zoti Rami Shkodra. Çka përmendën ato, s'po dojnë me hinë qeveri, se ne bojnë qeveri vetë, s'po dojnë zgjedhje, s'po e votojnë kryetarin. Çka po dojnë? Partia e parë, dojnë me sabotue procesin. Kishin e votave, e cila është lëvizja vetëvendosje, ka të gjithë legitimitetin në radhë parë, po e vërtet. Brusi përbashkë është bllokimi i procesit. Ka dhe përgjithësi. Në qeverisë dojmë më përfshi. Kandidatën se votojmë, zgjedhje të reja s'dojmë. Vetë si kanë votat. Qysh me dalë për situatës? Se si tërgoj ftesë në kës, lëvizja vetëvendosje. Hajde ti i pari e ke përgjithësinë me i bo votat. Apo edhe nga subjekte tjera politike, po zotni Shkodra s'pe përmend. Prej subjekte politike në Kuvendin e Kosovës kanë thonë që ndrojeni kandidatin e votojmë. Kanë mund me provumër? Po s'dojnë, mirë po tentimi me gjithë blokusin tjetër konë. Albinat, a mund tjetë e keqë kjo kërkesa, po themi të kretë në këthejnë precedent që pastaj edhe një parti tjetër kur tjetë parti e parë që si ka... Nuk është e keqë, a di që ka problemi këto? Kena mësu nga këta që po provojnë në të regojnë ndryshe. Pra dhe subjektet politike në Republikën e Kosovës po e përdorin fatkeqësisht në shpjegimin e njëjtë që si që ka përdor kreu i lëvizjeve vetëvendosje kohë më parë, kur thëke pse më u bloku për një njeri. E tash edhe këta po thojnë pse më u bloku për një njeri. Pra është gjithsesi shkolla keqe, mirë po kjo është praktikë që po ndodh në Republikën e Kosovës. Nëse ti dikur e ke kritikuar. Një deputet sa. Ndryshimi se këto partitë atëre kanë kritikuar Albin Kurtin. Kemi thonë disa herë, viti 2021 ishte vit specifik. Ku një subjekt politik përveç se doli i pari pa të votat, kurse viti 2025 doli i pari, po nuk i ka votat. Dhe çka ndodh në këtë situatë ndodh ulet pa ofendu aske, pa provu që përmes metoda ndryshme të refuzimit kërkoj duke në opinion se unë po kërkoj një takim, të ndodh një marrëveshje politike. Marrëveshje politike gjithmonë. O s'po dojnë o zotni. Lidhja demokratike në Republikën e Kosovës. Lidhja demokratike s'dën. AK-ja s'dën, PDK-ja s'dën, subjekte tjera s'ka. I parasysh, nuk dan LDK-ja, zotni Shkodra. S'dën AK-ja ma kategorike është. LDK-ja nuk dan LDK-ja. Është marnisma social-demokrate. Veç është një qështje. Janë respektu në letër, zezën të bardhë me marrëveshje dhe me kalu fazat. Është e vërtet që në ndërkohë ishte gjinë dhe një racional për tjesë për para. Si kanë votat. Dore, me dini se të kështë se i përketsoj, por
kjo ideja e ndërrimit të emrit, sot doli Lviza Vetëvendosje dhe tha, ne e duam Najt Hasanin e PDK-s për kryetar, Sala Jasharin për kryetar, nuk e duam askën nga LDK-ja. Edhe ata e bën kundër refuzimin e tyre në një Në qësë ka bo. Bashkë, adin, hajde loj fjallësh. Tash, jo, hajde luajmë këtë lojë edhe ne bëjmë vizionin tonë. Dorajt. Ne thash në krye tjetër se fjala është e pavlerë tani dhe qëndrimet bëhet. Kanë me do nesër me mendime tjera. Ajo që është duke ndodhur tash, natyrisht që nuk është që ka teknike sa po bëhet. Dhe unë konsideroj që lidhet më shumë me atë që është konceptuale edhe mënyra e ndërtimit të narratives përjashtuese ndaj njëra tjetrës. Shkalla e mosbesimit në mes të partive politike sot është aq e madhe, saqë është e pamundshme ideimi një bashkëpunimi racional mes tyre. Pse mosbesim kaq i madh? Sepse secila prej partive politike, partitë respektive nuk i shes si partner, po i shes si mekanizëm të cilën dëshiron ta dëmtoj me çdo kusht gjatë një procesi të bashkëqeverisjes. Po janë jo kundërshtar, janë armiq politik. E kanë kthyer, unë do të dam cilësia shitoj, por si mund ta kualifikojmë ndryshe? Okej, hajde po pajtohemi që edhe mund të jenë të tillë. Në historinë politike të Kosovës, vërehet që asnjë qeveri nuk ka mundur të shkojë deri në fund, sepse ka qenë e pamundshme të ideohet një bashkëqeverisje standarde në të cilët zhvillimi i përbashkët mund të kthehet pastaj në rezultat pozitiv reciprok. Kjo ka ndodhur mes PDK-s dhe LDK-s dhe Anas Sjelltas, kjo ka ndodhur mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pastaj që kjo është një nga arsyet pse është rritur pastaj Lëvizja Vetëvendosje, sepse ishte, ju e dini, ajo përmbysja e madhe që ndodhi për shkak të zotit Veliut në kulmin e pandemisë, pastaj ndërhyrja ndërkombëtare e kësaj, dhe të gjitha këtu pastaj kanë lënë një gjurmë shumë të madhe, të cilën sot partitë politike po e vrejnë efektet e para. Lidhja Demokratike nuk ka gatishmëri politike për të hyrë në një koalicion. Si beson Vetëvendosje? E para si beson dhe dyta ka frikë të jashtëzakonshme për largim masiv të elektoratit, sepse ka përjetuar një gjë të tillë vetëm para një cikli zgjedhor. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës konsideroj se po luan deri diku me një pozicion të favorshëm, sepse elektorati i saj, sido që të jetë, nuk është një elektorat me një shkallë largimi ose si ta themi me një amplitudë më të madhe se çfarë ka pas LDK-ja. Elektorati i Partisë Demokratike mirës së keq, në kuptimin e pozicionit të mirës së keq të partisë, është një elektorat që është kryesisht standard dhe nuk ka një shkallë të madhe largimesh ose pranimesh të mëdha. Ndryshe është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës që rrezikon skajshmërisht që të kalojë pragun në një pjesëmarrje masive të njerëzve, ndërkaq në anën tjetër është e qartë që nisma socialdemokrate pa qenë pjesë e ndonjë liste, nuk do të mund të jetë pjesë e kuvendit të Kosovës nëse eventualisht mbahen zgjedhjet. Pra çka dua të them me këto është sepse të gjitha partitë po rrinë me një digitran në dorë, kalkulator, se kush çka do të fitonte në këtë situatë. Unë besoj që Lëvizja Vetëvendosje sido që të jetë. Interesant. Sido që të jetë. Kalkulim. Jo, nuk është politike. Ky proces Kemi thënë këtë shpesh në studio. Kjo tash dikon do të dëmtoj, sepse prandaj tash po rrimë. Do të dëmtoj këto subjekte politike. Po natyrisht do të dëmtoj, po koncepti më hershëm është kundërshtim me këtë që po e thotë tani. Jo, tash nuk e di çka kanë nguti edhe çka kanë paraftiru. Unë po flas kësaj. Unë po flas në imazh. Të cilën po sillen subjekte politike do të dëmtojnë në procesin zgjedhor. Po çfarë po pret? Do të dëmtoj deputetët individualisht. Po pajtona, po kjo tash po ti po kalkuloj kujt do t'i bëj më mirë. Po pra. Pikpamja time s'ka një alternativë tjetër se do t'i bëj gjitha këtyre. A di pse është saktë kjo që e them? Sepse nuk kemi parti tjetër. Nëse do delte një parti tjetër, do të humblin. Sido që të jetë në një rast kur ne marrim pjesë në zgjedhje, dhe do dal dikush në zgjedhje për na votuar neve. Përsëri dikush do të votoj ty, dikush do të votojë mua. Dhe kush do të fitojë në këtë mes? Ai që ka elektoratin militantesk, ai që është në pushtet momentalisht, ai që arrin të mobilizojë më shumë fonde, ai që e pret diasporën. Pra këto po e them, edhe prandaj thash merret se do t'i dëmtoj, po ku do t'i bie më shumë është që do të ndërtohet narrativa, edhe thash narrativën. Ata që stregojnë gatishmëri për bashkëpunim. Tash kjo është çfarë po thuti. Edhe mund të pajtohena me ty deri dikon. Edhe po shkojna me radhë. Edhe po shkojna me radhë. Dhe kjo është më e rëndësishme që hajde të tregojmë emrat, cilat janë. Shumë mirë. Se nuk atë pjesën e parë parafrazimi nuk ishte saktë. Shumë mirë. Pse është shumë e rëndësishme taktizimi i zotit Kurtit në lidhje në raport me LDK dhe jo në raport me PDK? Është taktizim i Kurtit. Absolutisht. Nuk ka fare sinqeritet në to oferta që ka bërë. Kjo është pastaj që është interpretimi. Çka nëse do të thoshte po? Nëse është taktizim që i bie tjetë drejt. Taktizim është edhe nëse thot po, edhe nëse thot jo. Nëse thot jo,
ja ku jemi. Nëse thot po, është pastaj në një siklinar shumë zgjedhor. Kjo është fare thjesht. Dhe dyta, fakti që nuk e ftën Partinë Demokratike të Kosovës është një veprim do thoya përsëri i zgjuar politik, sepse këtë ka për të ndërtuar narrative në ashme në zgjedhjet që na presin. Bravo, kjo është. Herdo kur do të mbahen zgjedhjet? Herdo kur do të flasim për këtë tema? Herdo kur. Dhe kjo do të jetë narrativa. Nuk mund të formohet qeveri dhe kryetari i kuvendit nuk mund të takojë dikë që ka 1% zgjedhjeve në Kosovë. Sepse kryetari i kuvendit. Mirë, Shkona, me çfarë spajtohesh se për shkak që ke reagime vazhdimisht sa për këtë asaj që po e thot Dorajeti. Jo, po ta vetëm për një pjesë saj, se për shumicën në rregull jemi. Okej, që ta kemi edhe ta kuptojmë se për cilën pjesë pate pa pajtueshmërinë, ta themi kështu. Dhe ajo unë mbaj ligjëratën në vërtet. Mirë, a ngrisonin pak se ta kuptojmë jemi këtu për të kuptuar dhe qytetarët. Po, dakord. Unë pajtohem që nuk ka alternativa, domethënë, sepse këta nuk do të silleshin kështu. Dhe e çmaj lart guximin qytetar të kolegët Arianet Koci, i cili sot ka bën një aktivitet simbolik nëpërmjet është ajo shpreha popullore Shkodra me lules qel pranvera se tash këtu ka gjithë ata qytetarë dhe presin. Ja, do të përshëndetet. Ja, unë thash është absolutisht do të inkurajohet të gjithë simbolik. Dakord. Megjithatë, janë gjithë ta qytetarë, i kemi 27 dështime, s'del askush aty. Jo, kjo ishte, unë e ceka në fillim të emisionit nuk përmend emra, për korektësi nuk përmend emra, po thash, sado që ishte simbolik, sado që nuk solli në ndryshim, por në fakt, ajo çka nuk më pëlqej, do thot, ai mori misionin e tij, bëri një thirrje, nuk u paraqetën mbështetës qytetar, fatkeqësisht kjo është në dëm të gjithëve. Vetëm i kërkoj llogarisë si ishte deri. Ajo çka më pëlqeu është se çdo deputet që hynte u vinte pak siklet, doma nuk është që e kaloj billa aty me idenë që Zoti Koci e kalonin kështu, po të kishte më shumë qytetar se kaloj më letaj. Kështu prej neve, prej meje që nuk ishin deputet që mohon për të ditër dhe i thashë Zotit Koci që përgjegjësia është individuale, që s'po zhbllokohet kuvendi. Jo, kur ti je subjekt i organizuar politik, ti ke përgjegjësi si subjekt politik. Kupton? Dy përgjegjësi janë. Edhe si subjekt edhe si deputet. Kështë natyrshmëri po del. Atë kishte probleme elementare sepse thashtë në civilizimin tonë, civilizimi jonë të drejtën kështu rendin kushtetues, bëhet fjalë për përgjegjësinë penale, kutadinet e tjera, po jo për përgjegjësinë politike. Atë duhet të sillen me nivel të lartë përgjegjësmërisë ata njerëz që janë aty. Dhe mendoj që duhet. Dhe mendoj që a dim se duhet përshëndetet. Po e diskutojmë pse s'bëhet. Jo, a dim se duhet përshëndetet rasti Zotit Koci, sepse është rasti i parë simbolik që një qytetar i thjesht shkon edhe sfidan dhe i tërpran gjithë ata që hyshin për atë dere. Në këtë kuptim duhet edhe kjo të jetë thirrje edhe për ne të tjerë qytetarë të Republikës. Nuk përjashtohet mundësia që të armën mund të ketë. Bashkohemi aksionin. Nuk përjashtohet mundësia që të armën. Dhe shoqëria civile para disa ditësh bërini duhet të ritheksuar edhe këtë se nuk ishim në emision. Nuk përjashtohet mundësia që të armën të ketë mobilizim më të madh atë. Edhe ndoshta edhe këtë edhe aktivitete ku do të blokohen edhe dyert me të vërtet me një numër më të madh, mos me lënë medalë jashtë tani. Bravo, në qoftë se do ishin të mobilizuar në vërtet kjo është e tepërt. Në qoftë se do ishin mobilizuar ata vërtet tani mos kishin pas zgjidhje, vërtet ishin ulur e kishin thonë hajde. Ka mendoj unë se do të me të bërsh kolegu se interferova. Mendoj që qytetari ka me ndëshku çdo njërin veç e veç për veprimet që i kanë bërë gjatë asaj periudhe. Kur thua çdo njërin veç e veç, e ke fjalën për liderët politik apo edhe ata që po thotë orta përgjithësinë Qita lider janë titullarë që aty në subjekteve. Në më thonë, bazë statutit që i kanë, akteve më të lartë atyre të mrenshme, dokumenteve të mrenshme, i përfaqësojnë subjektet politike, subjektet veta. Edhe në përmjet kësaj, në më thonë, unë nëse do të ketë zgjedhje parlamentare mren aktiviti, unë presë do të ketë dalje shumë të ullë në zgjedhje. Kjo është ndëshkimi, vetëm. I vetëm, po edhe do të ndohet përgjësia dhe do të lexohet nga qytetarët kush ka qenë i gatshëm me kooperu edhe kush jo. Zoti Veliu, tjeni sigur që jam ardhë, veç një fjallë për thëmë, tjeni sigur që kandari i qytetarëve është më i saktë se i gjithëve. Shumë i hallë. Zoti Veliu, sipas jush, po flitet për ndëshkim qytetar
nëse shkohet në zgjedhje, këtë do ta ndëshkoj qytetari në perspektivën tuaj nga ajo çfarë e ke parë në sjelljen politike të këtyre partive sot që e kanë sjellë vendin në këtë situatë që jemi? Po, unë e thash edhe më parë që fatkeqësisht nuk kemi alternativa tjera. Si e tha parafolsi më herët, mund të ketë numër më të vogël të atyre që do të drejtohen kutive të votimit, mirë po për një gjë të tillë, liderët dhe partitë të tjera e tilla nuk mërziten fare. Do të ketë një ndryshim shumë të vogël, shumë jo përfillës, nga ky rezultat, pra flasim për subjekte dhe kush mund të thojë më së shumti në këtë rast, unë mendoj se në këtë rast shumë nga deputetët e rinj që janë të zgjedhur për herë parë e kanë shansin shumë të vështirë për të kaluar. Dhe pikërisht kjo e bën që një pjesë e deputetëve jenë të dëgjuarit e liderit të partisë dhe të mos marrin veprime të pambarura që ndoshta do të mund të bënin ndryshime në këtë rast apo edhe te kalimi në situatës. Unë jam i këtij mendimit, për çka duhet bërë këtu? Unë mendoj se përderisa këta nuk janë të gatshëm për 27 tentativa të mbajnë seancën konstituive të parlamentit, në Kosovë ka ardhur momenti kur duhet të ketë revoltë qytetare. Revoltë qytetare, ndoshta do ta kisha përmendur një rast që do të ishte mirë për shtatshmëri dhe më i miri për parlamentin e Kosovës, revolucioni portokalli, besoj se ju kujtohet të zgjedhjeve që kanë ndodhur vite më parë në Ukrainë. 2004 në këtë mënyrë të dënohen deputetët ata të zgjedhur, të cilët nuk janë të gatshëm të kryejnë detyrat dhe obligimet e marrura nga vota dhe duhet të ketë i farë lloj revolucioni këtu tek ne? Për shkak të situatës? Unë mendoj se duhet të ketë revoltë qytetare. Kundër të besuarve apo të pëzgjedhurve të tyre. Qysh manifestu që e revoltë? Ne e pam shumë mirë. Jo, se kjo është shumë, adin që do të... Më duket dje ishte takimi me presidentën. Falë, a ka mundësimi na e shpjegu që atë revoltë, qysh me manifestu se... Shumë të gatshme si lëvizjen vetëvendosje, ashtu edhe Partitë Demokratike të Kosovës që të shkojnë në zgjedhje. Apo se ndodh kjo? Pikërisht për shkakun që si e tha më herët edhe njëri nga folësit, për shkak, unë nuk mund të identifikoj shkaku se jam me i larg, nuk jam në studio, tha se në rast të zgjedhjeve nuk Aleanca për Armërinë e Kosovës do ta ketë shumë të vështirë për ta kaluar pragun. Njësoj do të ndodhë edhe me nismën social-demokratike, pasi që këto dyja nuk do të jenë në koalicion të përbashkët, janë të trahtuara në zgjedhje. Dhe kemi problematika brenda lidhjes demokratike. Brenda lidhjes demokratike kemi dëgjuar zëra që kanë dalur kundër kryetarit aktual dhe pikërisht këto mangësi apo këto problematika që i kanë parë, lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike e shohin se mund të përfitojnë nga këto për të rritur numrat e tyre. Mirë po, në fund të fundit, prap duhet të uleni në tavolinë për të arritur deri një koalicion. Ka kaluar koha kur në Kosovë një subjekt i vetëm do të marrë gazetë. Mirë se kemi një reagim ose pyetje e kishte Shkodra apo jo? Unë deshta me të pyet çysh mendon çat revoltën, çysh më manifestu që e revolta. Se revolt mund të më kanë këtu të kaluar ka pas edhe propozime edhe me kallë institucionet. Mos shkon në ekstreme. Ka pas ide burr. Mund të pepes njeriu. Nuk në asnjë mënyrë, revolt kundër tyre, pra qysh me manifestu? Ndoshta revolucionin portokalli ju kujtohet. Po, i kanë gjynë kënd burllogit do deputet. Po do të ishte forma më e mirë për si rezultat i asaj papërgjegjësisë së tyre kundrejt votuesit dhe institucioneve të Kosovës. Po cilët ata që s'po ata që janë dalin kandidat dhe zgjidhen deputet duhet ta dinë peshën e parimisht mirë ko. Postit të deputetit në kuvendin e Kosovës. Parimisht është shumë mirë në fakt, edhe këtë përkërkojmë edhe neve, por fatkeqësisht ndoshta është mungesë jona, sepse jo përkërkoni, po ju lëvdut një veprim që është në një farë formë, një farë
modern, një farë revolucion, një farë Një reagim. revolte. Mas pare nuk është analoge, fare kjo s'ka tha zotnia atje, sepse revolucioni në Ukrainë Nuk ka tha shku si revolucioni, tha rezultat. revolt qytetare. Revolta, revolucioni. E boni krasimin me revolucionin. E boni krasimin me revolucionin në Ukrainë. Në Ukrainë janë qu për shkak vjedhjeve në mënyrë industriale të votave qytetare. Është shumë veprim demokratik se me pas gazdet sjellës edhe do veprime të tjera për se kauza dallon. O të zotnia, do me kauza më e madhe ku s'ka. Kauza dallon se gjendja aktuale që janë në Nuk ka Republikën. qenë Kauza mund dalloj, por situata është e keqe. S'ka pas legitimitet. Qeveria e cila i ka fitu votat. A ka që kjo qeveri legitimitet? Në Ukrainë s'ka pas legitimitet dhe kanë qenë kukullat të Vladimir Putinit ata njerëz dhe qytetarët e kanë kuptuar se vota aty në s'ka shku në destinacion. Dhe kjo ka bërë më boni revolucionin tim. Modelin si me marë, shpjegimin nuk tha këtu kur gjë, dhe shumë në rregull dhe shpjegoj situatën. Modelin në qoftë se jo e lavdnut një veprim një intelektuali në Republikën e Kosovës, profesionisti ose çfarë do, i njëjti, pra revolt me bashkë, por që ajo që e tha manifestimit pak nasi, ajo që e tha zoti duke dalë në mas qytetarët me protestuar në qytet. Cila? Ajo që e tha se në qoftë se në një proces zgjedhor bëhet matja se kush ka qenë deri më tani bashkëpunues ose i hapur për bashkëpunim për të për para dhe si kundërpesh qytetari me vlerësu këtë veprim, po në Kosovë është një subjekt politik që dora jeti tha s'ka mundësi mos me kalu pragun nëse potencialisht është nisma socialdemokrate që ka treguar maturi politike në Republikën e Kosovës. Kjo do të shpërblet nëse shkon në zgjedhje? S'ka vota mjaftueshme. Në kushte normale, në një racionalitet politik, do duhej më shpërbly, se është njëri prej segmenteve që më shpërbly. Në proceset zgjedhore, në momentin e zgjedhjes, qytetari voton për arsye të caktuar, voton se ja ka rrit pensionin, voton se i ka rrit këto. Pra, voton për bashkëpunim. Situatën aktuale është vetëm një matë që do duhej me bë. Kush nga subjektet politike ofroj ose që i hapur me bashkëpunu me gjitha palët dhe në qoftë se bëhet kjo lloj matje, atëherë po, në Kosovë është një subjekt politik, është nisma socialdemokrate e cila që në kryetjerës ka thonë jemi të interesuar për pensione, i hapur për bashkëpunim me gjithë. Gjithsesi, lëvizjeve të vendosjes dhe kriju saj. Cili është efekti i saj? Mos veç O vota provoni më kuptu dhe mos bëni, sidomos ju mos bëni kundërshtim me veten. Jo më burr me unë kam respektuar, por me to s'po bën votat. Po zgjidhet kriza. Zotni Shkodra, po flasim për diçka që e thatë unë veç po e mbështes. Po e fuqizoj ka shkruar standard i mirë është po pajtuar. Në rregull jemi. Po s'po mjafton me zgjidh krizën. Ama dëgjobre, unë po flas për atë macin që e përmene. Në Kosovë, a ka pas dikush mja dhonë shpërblimin edhe më marë matës, kush ka qenë i hapur për bashkëpunim, po është një subjekt politik. A kush ka qenë refuzus, ofendus, tani ma edhe me terminologji tjera që se cilës janë gjerë që i bjetë tamam, edhe blokus, kushte normali qytetari Kosovës e ka, si po e thëtë disëher arta, mba mendjen edhe i man mend gjitha proceset, pe i non shkurtit të dërim sot. Kush e përna thu ti për historikën e shtynes subjektet që në sjellë të kalumën? Po janë denubre? Jo. Ose Rami, gabimi më i madh se të lutem më dëgjoj. Gabimi problemin prej nxitjes. Të vazhdojmë të krahasohemi. Jo, trajtoni problemin janë denuar nga populli. Jo, vetëm ta përfundoj. Politike janë denuar nga populli, prandaj janë në këto pika ku janë. Janë denuar për veprime jo demokratike. Po ta kryesh. Ish partitë opozitare. A ishte maloku të fol. Ai ndryve, po debat po bëj. Paketë që përgjigj na dyve. Okej, po. Të lutem. Vetëm i gjë do të kuptuar që kanë qenë keq, prandaj në këtë pozitë, pse po kapni ky justifikimi është vetëm me mbrojt veten, s'asnjë gjë s'është. Vetëm me ngushëllu veten. Ngushëllim. Dëgjoj, më herët kanë vjedh, po vjedhmë edhe na. Po jo më vllasin as zgjedhën për me bë më mirë, jo me vjedh. Jo pa ata s'ka bë koalicion, lutem. Ata kanë shti familjar në për puna, në për borde, kanë shti edhe ata, po jo si ti ke thonë që nuk i shtinë në për borde. Jem të folë për zhblokim proceset dhe bashkëpunim të subjekte. Ata kanë qenë blokus, na zhblokus. Hajde, zhblokoj, s'pe zhblokon. Kush e ka përgjithësinë ose Rami? Cili subjekt, s'po përmeni emra, cili subjekt është përgjes në situatën e tanishme për ta zhbllokuar, kush e ka përgjithësinë kryesore? Por na?
Kush e ka përgjegjësinë kryesore për këtë? Sigur në pyetjen që po ma bën. Shumë pyetje me vendër, bile racionale dhe Cili është subjekti i parë ose dy subjekta, një subjekt, vetëm të lutem, zgjidhe vetë. Kush është përgjegjës për situatën e tani? Ata që s'po pranojnë me bashkëpunu. Çata? Edhe pse i ke shoj këto hajvana. Gjithë ata që pranojnë. Jo, se kryva. Gjithë ata që pranojnë, gjithë ata që pranojnë me bashkëpunu, gjithë ata që pranojnë, ka saksi. Gjithë ata që pranojnë me bashkëpunu, më falë. A do të bine Ka dole, se unë të s'kem konflikt interesit në politikë. Heq. Po flasim. Unë kam një mision. Sonte po ta tham, unë kam një mision. Misionin e kemi gjithë bashkë në Unë po flas për veten time, hera parë kam një mision. Qytetarët që po më dëgjojnë mish me kuptu sa shumë o të manipulu prej subjektit parë deri te subjekti fundit. Këtë mision e kam. Atë sa muj me pasun indikim. Sepse në qoftë se del vetëvendosja thot, këta janë sabotues. Nuk është e vërtetë. Nëse del PDK-ja, këta s'po dojnë me nxjerr marrëveshje, nuk është e vërtetë. Nëse del PDK-ja, asnjë janë të vërtetë. Ata janë tu kalkuluar si që tha Durajeti, ka vetëm atë kalkulatori me që shpitalit. U kry, që kjo është e fundit. Politologe me profesion. Po, dhe shumë. Merë me artën të lutem. Jo, po mirë nëse po trajton probleme. Qatë studimeve që ekzistojnë lëndë historikët e partive politike. Këto partive politike kanë historik. Shqyqyr që kanë identitet. Do me diskutu bashkë. Kanë identitet. Mire këtë. Atë ku probleme. Se zëtë e malokë dhe arta... Emision tjetër për historikën. Jo, veç pak. Të bashkëpunimi, po e trajtojnë problematikën veç nga vitje 2019. Po thojnë, e ka dëbu lidhën demokratike. Po kush e dëbu lidhën demokratike në 2008? Si datë nuk e përmendë... 2010 që dëllën. Kush e lanë 2014-ën, 2017-ën që rëzëj zote Kadri Veseli sa Mustafa nga përgjë. Të ketë kopës kam kohën. Kush i boni atë? A ki ku ki të shpjegoj? Kush i boni këtu sështë? Jo, se ju për kam një problemin vetëm për ingjitje së FV-s në pushtet dhe po ja faturani në më mos bashkëpunime, se të pa besueshme për bashkëpunim. Adverë di shka. Nëse ka nëjë subjekt, Albin Kurti, lideri i levizit dhe nëse ka nëjë subjekt, që s'ka bashkëpunu dhe ka bashkëpunu dhe s'ka funksionu bashkëpunu me gjitha subjekte të tjera, është lidhja demokratike. Një pyetje kam. E që është shtirë mas shumë të se... Sa ko është lideri i levizit dhe vendosje... Ka bashkëpunu e s'ka bashkëpunu. Viso, vetëm pak. S'ka bashkëpunu. Asë të qeverime të s'ka shku të info. Kushe ka rëzuj e qeverini Isa Mustafës? Po që ata unë e po të thëmë. Ta le ta diskutojnë. A të them diçka, Albin Kurti është kryetari i partisë. Se këta po thënë vetëm nga vitin 2019. Albin Kurti është kryetari i partisë, është faqë këto probleme. Kur do herë në çdo opozit. Ne, e dyta, lidhja demokratike e Kosovës e ka ndru lideri, nuk është më i njëjti. A bëdon histori, po unë po e tham. Ka ka rëndësi edhe atëherë ka qenë Sari Meri. S'është njëta mendësi. Debat që mund... Edhe PDK-ja ka një lider tjetër politik. Shumë e kanë keq përdorur këtë argument. Rregull, ma dakord. Sot u mbajt një mbledhje e qeverisë në detyrë, ku kishte disa vendime që dikush i interpretoi si me perspektivë elektorale. A ju si i gjykuat? A po përgatitet Kurti, lëvizja vetëvendosje, me gjithë situatën, duke pasur si instrument edhe qeverinë, për shkak se aty është ende, për zgjedhje dhe apo shfrytëzohet qenurit në detyrë për zgjedhjet e reja. Shumë pyetje me vend. Ka diçka... A kisha një pyetje pa vend? Jo, është shumë pyetje me vend, kuptimin që po e shpreh edhe publikisht. Për shkakun se kjo është avantazhi që kryeministri Kurti ka në raport me këta që po do të shkodra i shenë fotografi. Në detyrë, thuat, juridikisht. Po të ka bo pikë, o bura njëri po merë vendime si kryeministër të jalos po besën. Në mënyrë jo bashkë ndershme. Kjo është shumë milimetrike, me që ta... është punë saktësie, qep jam është e saktësie. Isha duke thënë shumë gjëra serioze. Dhe në sakt... Besoj që thua gjëra serioze, pra këtë arsyet kam të në studio. Kjo është avantazhi që zoti Kurti ka ndaj kundërshtarëve politik. Fakti që është në detyrë, natyrisht i bie që ai është sido që jetë kryeministër. Dhe nëse do të mbahen zgjedhjet, ai do të jetë në zgjedhje si kryeministër. Dhe unë konsideroj që kjo është një nga arsyet pse kemi vazhduar të jemi në këtë situatë dhe pse nuk po lexohet. Se ligjin për qeverinë se kanë shkruar mirë. Po, ashtu është.
Dhe pse... Mos ndërprejni, edhe ja del. se s'ju ndërprejti. Mos ndërprejni se s'ju ndërprejti. Partitë politike opozitare të drejtanishme s'po reagojnë si duhet. Unë besoj që këta janë peng të një katrahure që vete kanë ndërtu, të një shkolle të mosbesime që vete kanë kriju, kush më shumë e kush më pak, dhe të cilët sot kanë mbetur peng të fjalëve dhe idealeve të cilat ata fatkesisht duhet të shkelin në një moment, sepse sistemi jonë zgjedhor parashe bashkëpunimin. Por, në aspektin e shkollës së ligjshmërisë së marrjes së vendimeve në qeverinë në detyrë, ligji për qeverinë ka specifikuar të njëjtën, disa gjëra në raport me rritjen e pagave për një pjesë ka qenë paralajmëruar më herët dhe ka qenë po ashtu e buxhetuar sipas buxhetit të këtij viti që jemi dhe praktikisht është duke konsumuar diçka që ka qenë e buxhetuar dhe planifikuar më herët. Po përtej kësaj, unë po shoh një anomali ose të jashtëzakonshme të partive politike për me bërë një zgjidhje kreative. Dhe cila është zgjidhja kreative? Nëse partitë e drejtdjeshme opozitare vërtet janë të interesuar për institucione, ato do të kishin pas mundësinë që ta sfidonin realisht kryeministin Kurti duke votuar kryetarin e kuvendit. Por askush as brenda se ka numrat apo jo. Brenda 2 javësh, përkatësisht brenda 15 ditësh, do të dijej ai a do të ishte kryeministri i vendit apo jo. Por kjo është çështje fare e thjeshtë. Duke ditur se këta nuk kanë besim, jo vetëm ndaj zotit Kurtit, por edhe ndaj njëri tjetrit. Dhe aq më tepër në mes të lidhjes demokratike dhe Partisë Demokratike, dëshmon se këta do të vazhdojnë ta kenë këtë pozicion edhe pas fatkeqësisht mbajtjes së zgjedhjeve kur do që ato të mbahen. Por ka diçka që konsiderohesh taktike nga partitë opozitare, duan që faturimin e dështimit të krijimit të institucioneve të Kosovës ta drejtojnë kryeministit Kurti dhe lëvizjet vetëvendosje për të pritur që ndoshta kjo do të reflektojë në zgjedhjet e ardhshme kur do që ato do të bëhen. Unë besoj thellë që qëndrimet aktuale të partive politike nuk do të prodhojnë një rezultat tjetër, përveç se ndoshta një dakordësie nga të gjithë që në një moment të përshtatshëm të mund të shkohet në zgjedhje. Dhe ndoshta ky ka qenë qëllimi strategjik i kryeministit Kurtit nga dita e parë. Sepse ka qenë i pakënaqur me rezultatin dhe dyta, me çdo formulë qeverisëse që ati nuk do t'i garantonte një stabilitet numerik në zgjedhjet. Zoti Shkodra po e thot ko pas kohe, nuk e di apo dëgjohet nga kampi tjetër, që nuk i mjafton votat me nismën. Po, nuk i mjafton votat me nismën. Dhe do duhet të ishte patjetër edhe lidhja demokratike në një formulë që do t'i siguronte 81 vota. Sepse ndryshe strategji vendet do të shkojnë të zgjedhje, gjithsesi pastaj në marsin e vitit të ardhshëm, kur ne nuk do të arrinim të votonim pastaj presidentin e Asambleën të ashtroi pyetje pastaj vetëm retorike, strategjia politike, ju po e thani strategjia politike kreu të lëvizjeve vendosje. Ju e dini që strategjia i merr gjatë kohë mos me u kuptu nga qytetarët se është e kuptueshme, është manipulim, kur kuptohet shpejt është manipulim. Dhe unë nuk po di pse po jap një nivel të lartë shpjegimi duke thonë po strategji. Çfarë strategji është ajo? Me konë rregullisht, me e ditë secili qytetari që s'ka as habirin as interesin për rrjedhët politike, me kuptu që këto veprime po i bë për çit situatë. Këtë situatë po i bë për çit veprim. E nëse ti vepron për këtë situatë, me këtë veprim, a strategji? Po thotë nëse është letë edhe manipulimi më i mirë, është strategji. Jo, po flas për nivelin e asaj që edhe kjo është seriozitetit, në kuptimin që po serioziteti gjithsesi në terminologji që ju gjithsesi jeni profesor dhe maksimalisht mundoni edhe situata ku janë krejtësisht jo serioze më dhon seriozitetin se është edukatën juaj profesionale dhe kjo është për aplaudim. Por problemi është që nuk jap vezës drejt me e quajt strateg dhe strategji për faktin që po e merr vesh gjithsecili, se po bën manovrim. I dukshëm, i vrejshëm dhe strategjia në kupton që duhet ketë më i mirë në botë është veprim strategjia duhet ketë spaku. Atë strategji po dëmi ka konotacion moral. Mos më marr vesh për çka bëj veprime. Mirë, ju lutem. Po atëherë po them. Duhet të japë pasere fjalën zoti Veliu. Zoti Veliu, a mendoni që nëse shkohet në zgjedhje Albin Kurti duke qenë kryeministër në detyrë është më i avantazhuar nga pozicioni në cilin është sepse shkon në zgjedhje vetëm si kryetari i lëvizjes vetëvendosje?
Definitivisht që çdo udhëhec i institucionit, në këtë rast edhe zoti Kurti si kryeministër në detyrë, është më i avantazhuar kundrejt rivalëve të tjerë politik. Pse si pse? Në një analizë tuaj vendimet e sotme të qeverisë që i folet ju më herët, une i vlerësoj se ishin të mira dhe ishin të mira për përfituesit nga ato. Mirë po edhe e gjitha ajo i vjen era fushat dhe populizëm, asgjë tjetër. Pra, këta do ta shfrytëzojnë momentumin për vota dhe asgjë tjetër. Pra, kjo është të gjitha vendimet e ardhshme të qeverisë në detyrë, e cila e dim të gjithë se i ka ato detyra dhe obligimet e kufizuara, pra nuk është qeveri e plot apo në detyrë të plot, po është qeveri në ikje, qeveri e cila në fakt i ka kaluar mandati, qeveri e cila në fakt janë të zgjedhur deputet, në fakt ata nuk mund të mbajnë dy funksione, edhe ministër apo kryeministër edhe deputet. Janë disa problematika të cilat më duket se kushtetuta jonë ka shumë mangësi dhe ka lënë shumë hapësira për veprime të tilla. Mendoj që edhe vetë fakti që të ne votohet në 28 orë, ose ta kemi takime të ndim për çdo 28 orë, do të ishte mirë që edhe kjo të kufizohej me afate ligjore. Dhe në këtë mënyrë nuk do të kishim zgjatje dhe stërgjatje, ose do të kishim parlamentin e ri, ose do të ikim në zgjedhje të cilat po i dëshirojnë disa nga subjektet politike. Unë mendoj se Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje tani janë shumë të interesuar që t'i bëjnë zgjedhjet së bashku, zgjedhjet të përgjithshme me ato lokale. Edhe kanë deklaruar politikisht. Deklaratë e Kurtit kur fituan një deputet në Klinë dhe tha gjithë Kosova e kuqe. Pra, dërsa në anën tjetër ne të gjithë dim se lëvizja vetëvendosje drejton vetëm 4 komuna në Republikën e Kosovës. Zot Niveliu, kushtetuta e Kosovës. Edhe sa duket ky është synim i në mënyrë që të përfitoj edhe në ato lokale. Nuk e dini se për ndëgjoni, kemi një reagim nga studio. Kushtetuta e Kosovës është jashtëzakonisht e mirë dhe mendimi ka qenë se po bëhet për një shtet i cili ka me kriju një kulturë politike. Problemi është e ky ligji kur po folni për qeverinë që e ka bojë ish legjislatura e kaluar, me rekomandim gjithsesi si procedurë shkon nga ana e qeverisë dhe i cili ka komplikuar situatën dhe tani nuk përveç nuk dihet kush çfarë pozicioni ka aktualisht, a mund t'i bëj edhe deputetin edhe ministrin ose kryeministrin, janë edhe shumë koklavitje tjera. Kushtetuta si e tillë, gjithsesi këta që kanë bërë këtë ligj kanë gjetur zbrasira ligjore dhe në kushtetutën e vendit për ta formuar një ligj i cili është i komplikueshëm, mirë po kushtetuta, unë vazhdoj të mendoj, sikur në Republikën e Kosovës të kishte pas patriotizëm kushtetues, jam fort i bindur që jo vetëm se nuk kishmi pas të situata të krizave të ngërçe politike, mirë po kishmi me qenë për lakmi për të gjitha vendet në rajon. Kjo nuk është dhe përjedhoj kemi këtë situatë ku shfrytëzohen ato mundësi pakta ose çfarëdo që janë për brenda kushtetutës Kosovës që të krijohen edhe ligje të mrapshta, të cilat më shumë mrapshtojnë situatën se sa që i zgjedhin ato. Po ne dim se para i ligji, pra nuk ishte ndonjë afat zgjedhor e nuk ishte as takime çdo 40 orëshe. Pra është një ligj të cilin e ka krijuar legjislatura e fundit të Kuvendit të Kosovës. Pra edhe atëherë ka qenë mundshme që të humbim po edhe ndoshta edhe më shumë se tani, ndërsa kushtetuta është fakt se ja njeh që kryetari i parlamentit duhet të jetë nga forca e parë politike. Mirë po, subjektet tona politike sikur nuk dëshirojnë ta njohin dhe ta dinë demokracinë. Thirrën në emër të demokracisë, ndërsa shumë pak bëjnë për demokraci. Në demokraci, kur nuk i ke numrat, duhet konsenzus politik, e të ne mungon.
lëvizja vetëvendosja është forca e parë, i takon kryetari i Parlamentit të Kosovës. Propozimi, Në këtë rast, zoti numrat e mjaftueshme, atëherë është Propozimi detyruar të takon. bëjë konsenzus dhe të gjejë emrin Zoti e Veliu. pranueshëm edhe për subjektet e tyre në mënyrë që kalohet situata. I takon propozimi, por jo e drejta, për arsye se në këtë situatë përdoret shpreha votim, nuk thuhet emrim. Dhe nuk thuhet në asnjë mënyrë që kush merr 35 vota, po e lëm me minimum halo dhe në situatën e thonë 35.000 pas 48 që i shkon i pari. Po thot votim, ju emrim. Dhe këtë votim duhet me gjetë metodën Po e pikërisht atë e thash zoti Malu. Pikërisht atë e thash unë edhe për këtë arsye kërkohet konsenzus. në kushte normale dhe të racionalitetit politik të duhej. Të tjerë, nëse shkohet në zgjedhje, nëse lëvizjes vetëvendosje i kombinojnë zgjedhjet, nëse Dorajeti e tha që mbase ka pas një strategji, është projektuar dhe kjo situatë që të shkohet në zgjedhje të reja për shkak se nuk i kanë pëlqyer rezultatet, kujt si kombinojnë zgjedhjet? Kush sot ishe me frikë zgjedhjet? Qytetarët e Republikës Kosovës nuk i kombinojnë zgjedhjet. Jo, e kam fjalën për parti Duhet politike. thënë, kurse si parti politike, në fakt, edhe në qoftë se shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, sot, mund ta them publikisht, pra partia e parë, e cila do fitojë më së shumti vote, do jetë lëvizja vetëvendosje. Kjo është. Këtë po e shtyn mbas Albin Kurti, që ose tjetë këto me që zoti Shkodra pat do të thonë një nostalgji historike, në gjithë rrugtimin e tij politik, zotri Albin Kurti vërtet ka pas një lloj strategjie të kuptueshme, të pakuptueshme. Ta nostalgjive tregova çka ka ndodhur. Po për i theksoj, do thotë që me që gjithë kemi memorie fatmirësisht, dhe me që gjithë rrugtimin e tij e ka bërë, do thotë, duke matur standarde, duke vendosur këmbën, do thotë, më sigurt se sa duhet, edhe ky është rezultati, ku atë e solli në 2021 me 51%, dhe pavarësisht dështimeve qeveritare që ka pasur zotri Kurti, ai prapë nuk ka pasur në rënje drastike, por prapë i ka 48 deputet. Ajo që ka mund të ndodhi, do të thotë, tashmë, si që pyete Dorajetin me këto vendimet, a janë të lehtëshme po, sepse ky është një vendim i marrur, do të thotë, që në janar të... Ajo që më intereson është kujt si kombinojnë zgjedhjet. Jo, po bëni një përmbledhje, pastaj nuk do flas do kanë kohë në këtë. Se duhet përgjigjen, kanë një pyetje specifike, duhet një Kujt nuk i konvenon? Me thënë drejtën, as vetëvendosjes nuk i konvenon. A ka një kontradikt këtu nëse Albin Kurti do të shkojë në zgjedhje, prapë si kombinojnë zgjedhjet, se si? Por, ajo që ka s'më pëlqen hiç, do thotë është kur është propozuar që zgjedhjet nacionale të mbahen të njëjta me zgjedhjet lokale, është sepse e dim që është konkludu. Është një vullnet li për ta bërë Në Agjiu e tha dje. Po veç një Apollo është interesuar për veç. Çka strategjinë që the shumë mirë kuptuar është që në zgjedhjet lokale Albin Kurti gjithmonë ka dalur, do thotë atëherë ku ka qenë në kurpën më të madhe të suksesit në 2021, do thotë me 14 shkurt ka qenë 51% dhe në tetor të 2021 ai ka qenë do thotë vetëm me 4 komuna dhe ato komuna në fakt 2 shumë të komuna të vogla dhe me 2 komuna pak më të mëdha. Kjo tregon që ai mos don, sepse në daljen e tij publike kur u akuzua pse nuk ke njëjtë afrym do të thotë si në zgjedhjet nacionale, tha sepse nuk ishte Albin Kurti kryetari aty, do thotë. Ai do thotë rriti mitin e vet leadershipit dhe ajo çka më bën të kuptoj është që në zgjedhjet lokale nëse shkon, donte mobilizoj të marrë komuna më shumë sepse do jetë edhe ai si fuqi politike dalje në elektorat dhe të marrë më shumë do thotë komuna dhe përmes komunave strategji. Ata bëjnë një pyetje. A mendon ose a shpjegon që qytetarët mund kaq lehtë të mos e kuptojnë që të qenurit për zgjedhjet lokale kandidat për kryeminist nuk është kryetar komunës, këshilltar komunal? Po jo gjithë mund ta mirë kuptojnë të Albinat fatkeqësisht, fal që po jam kaq e drejtë për drejt, po mund të mos e mirë kuptojnë jo, ndëgjoj, sepse nëse Albin Kurti do thotë po deri tani edhe në zotin Shkodra e lavdruam maksimalisht nën shkurtin. Pra i bën që qytetarët gjykojnë drejt, unë nuk besoj në asnjë mënyrë hiç besoj që qytetari nuk e kupton, po bëj llogaritje i Prizrenit, i Gjakovës, i PS ose i Prishtinës që thotë më fal, këtu janë zgjedhjet lokale. Dhe në qoftë se më votoj këtë subjekt politik, jo domosdoshmërisht ky kam u marr me problemet e mia, po kam marr ky kryetari që është ose kandidati. Në pjesën e parë, në zgjedhjet lokale prandaj ka marrë 4 komuna sepse nuk ka pasur fytyra, nuk ka akoma në fakt figurat e përgatitura politikisht për kryetar komunash. Mund të ketë dhe ka do të figura për deputete për qeveri, po kjo jo. Nuk i konvenon në fakt PDK-s jam shumë dakord. PDK-ja në fakt është një fakt, për shkak se do të ketë ka kandidat interesant
Po presim lëvizjen. Po presim. PDK-ja është një e vërtet në fakt që 2-3%, maksimumi 4% ka lëvizje të elektoratit. Por zakonisht... Në nivel qendror. Në nivel qendror. Partia Demokratike e Kosovës ka elektorat të qëndrueshëm dhe ai elektorat i cili do të thotë ka një rënje nuk del me votu për subjektin tjetër politik. Çka bën? Vetëm hesh, nëse do të thotë është i zhgënjur për x arsye për Partinë Demokratike të Kosovës, militantët ose elektorati PDK-s, vetëm tërhiqet dhe nuk e shfrytëzon të drejtën e votës, por rrallë ndodh që ata votën e tyre ta delegojnë me një subjekt tjetër politik. Po te LDK-ja dhe partitë siç ndodh te LDK-ja. Tash nuk ishte as rasti, as nuk ishte fontan dëshiras, as nuk e kanë matur elektoratin se neve po na don elektorati vetë vendosim me bë koalicion me LDK-n. Kto janë vetëm për kamuflazh mediatik. Asnjë ja thash edhe deputetës si ishte prezant. Cili instrument madh se ka bërë lëvizja vetë vendosja LDK-ja shkan me vevën hub elektorat. Ja, nuk e kam thënë. PDK-ja? LDK-ja. Jo, LDK-ja po hub elektorat, po tham. Po thonë s'ka bë motje. Vetë vendosja, ka thënë, dëgjoj me vëmendje, të lutem Selami. Partitë politike bajnë gjitha motje. Jo, vendosja vjen këtu edhe thotë, dëgjoj, ne po shkojmë me LDK-n se elektorati jon po e don këtë koalicion. Kjo nuk është e vërtetë. Elektoratet tona, e kanë thënë. Elektoratet tona. Edhe i LDK-s. Edhe e dyta, pse e don LDK-n? Mos harrojmë. Mos ta harrojmë, është një fakt. Partia e cila më të shumë të vote ka dhënë. VV-s është marrë nga LDK-ja. Andaj e don. Akoma tenton të marrë. A e ke kuptu? Akoma tenton të marrë sepse... Kjo është argumenti më i mirë që është në koalicion i tillë i pranueshëm. I pranueshëm. Të dëm të identitetit politik. Boza elektorati. Të dëm të identitetit politik të pranueshëm. LDK-s s'do të bëj koalicion. Nëse ikë elektorati LDK-s në një koalicion me vendosin, ky është argumenti i fortë i Lidhjes Demokratike sot që s'do të shkojnë koalicion. Shumë e vërtetë. Do të ruaj partinë siç po e thot Albinot Maloku. Lidhja Demokratike kur ka shkuar në koalicion me VV-n e ka rrit elektorat. LDK-ja. Kur është ndo nga VV ka humb elektoratin. Kur është ndo. E ka rritë elektoratin kur ka qenë pjesë e qeverisë, edhe pastaj kur është... E ja, ka fjallën zgjedhje ka neve këtu kemi jetu, kur s'ka jetu këtu, është mirë me shletu gazetë. Po dhe jashtë e rrugë televizorin. E rrugë, qashtë, 2017, 2019, te kur është kun zgjedhje shtë, 2016. LDK dhe VV kanë qenë opozit dhe kanë kooperu shumë kundër qeverisë e pane. Është rritë dhe për një vot ka qenë VV në avantazh. Në opozit, apo? Në opozit, andaj qytetarë, votuesi e ka dhe bashkëpunimi ka qenë i hatashëm me dy subjekteve në pasojë rrethonave tangencës. Andaj do thotë është lexuar drejt në atë kohë nga leadershipi i LDK-s që në koalicion i tillë dhe në partneritet strategjik mund të ekzistojë mes tyre dy subjekteve. Derisa u djegën. Dhe pse po flasim për rrethana të tjera. Shumë rrethana të tjera. Kur janë domethënë, kur e kanë godit njëra tjetrën gjatë procesit, ka psu Lidhja Demokratike e Kosovës. Qytetarët se ka aprovuar ndarjen nga VV. Andaj besoj që aprovon rikthimin e një koalicion. Kush i mos po pajtu, kush është në zgjedhjet në të cilat mbahen shpesh janë ata të cilët kanë elektorat militantesk më të madh. Po. Qytetarët ka elektorat militantesk më të madh sot? Partive që kemi në skenën politike. Vështirë ta themi. Kanat ka pak, po VV-ja më shumë. Pajtuam më në fund me zoti Shkodrën. Disa herë pajtuam. Është nevojshme të pajtohemi. Jo, dua të them që kush ka elektorat militantesk më të madh. Sepse mundësia për mobilizu votë qytetare do të bie. Për shkak se njerëzit e zakonshëm shprehin një shkallë të madhe indignate nga shkalla e ulët e përgjegjësisë politike që këta e kanë për momentin. Dhe kjo është ndëshkimi i madh që do të kenë. Çështja e dytë që diskutohet këtu është se kush do të jenë kandidatët për kryeministra. Kjo është fort e rëndësishme, a do të jenë ata që kena pas para disa muajsh, sepse sidoqë të jetë ka një farë zbeje të egzaltizmit politik se ky do të mund të bëjë diçka. Kam fjalën. Po, a do t'i vlen e njëjtat në Partinë Demokratike? Edhe te LDK-ja. Edhe a do të vlen e njëjtat në Lidhjen Demokratike dhe në veçantë në PDK, sepse është fort e rëndësishme kjo. Mos harrojmë se është prit shumë nga këta kandidat dhe kemi ardhur një rezultat të caktuar që ka qenë maksimali për ty në atë moment. Kanë mujt me edhe ma keq. Edhe pra
nuk pajtohem me një gjysmën e qendrimit. Skepse e thekson Po se s'po më ndërprej nëse ndërprej asnjëherë. Dhe treta, dhe treta që është me rëndësi me përmend në këtë mes është se kur do të mbahen ato, nëse eventualisht do të mbahen. Nëse eventualisht të mbahen në një ditë është një, besoj unë, një strategji absolutisht e lëvizjes vetëvendosje që të shtri ndikimin edhe në pushtetin lokal. Kjo është shumë e rëndësishme të përmendet sepse është moment dhe betejë zhvillohet për Prishtinën. Betejë kryesore. Edhe diçka është e rëndësishme këtu. Është e rëndësishme sepse në zgjedhje do të dalin njerëz për votuar edhe për asamblejist, edhe për kryetar komune dhe edhe për qeveri, përkatësisht për kuvendin e Kosovës. Do të më marr dy lapsa me vetë dhe mundësia për të marrë pjesë përsëri në zgjedhje më shumë është e madhe sepse votimi për asamblesë është kryesisht vijnë nga familjarët, nga rreti ngushtë, nga fshatrat, sepse janë tjera. Dhe dalja për një ditë në zgjedhje, unë besoj që do ta ruaj përsëri votën edhe për nivelin qendror. Dhe kjo konsideroj është kalkulimet të cilën kanë mundur ta bëjnë partitë politike ose ndoshta po e teprojmë ne me stërhollim këtu, ata kanë menduar të njëjtën. Por këtë çka ka ndodhur deri tash është se të gjithë kanë qenë të pamjaftueshëm në kuptimin e rezultatit dhe kjo që është prodhuar në zgjedhjet e shkurtit të vitit këtij viti nuk do të mund të prodhojë një rezultat të përshtatshëm për asnjë nga subjektet politike dhe kjo nuk guxon të përsëritet në kuptimin e këtyre numrave, paska se mund të ndodhë gjithë. Në qoftë se rastësisht duket se dikush prej stafit është duke ndjek lojën Span France dhe kishte një britën që u dëgjua në studio. Besoj që nuk kemi qef të dëgjojmë britma tilla tifozërie në studio kur bëhet debat dhe analizojmë situatën politike. Ndërsa kam pëlqyer argumentet zoti Visoka. Po mund të jetë edhe kjo, si e tha Dorajeti se mjaft mirë. A tifo për argumentet tuaja, dakor. Shpjegimin e patë mirë, vetëm që është dashur me shtu edhe një pjesë. Por s'kam përshtypjen që nuk e lështove për arsye të mosbindjes në këtë, ose tentimi për të skivuar si shpjegim. Në qoftë se kush pranon prej subjekte politike që të ketë me një ditë proces zgjedhor të nivelit lokal dhe të nivelit qendror është kontribues i dëmtimit të procesit demokratik zgjedhor në Republikën e Kosovës. Dhe se moj zgjedhjes çdo 2 javë. Jo çdo 2 javë, unë po e përsëris që është dëmton procesin elektoral në Republikën e Kosovës dhe janë fort i bindur. A tha marrë shqiptarët që vetëdijshëm kanë votojnë. Unë thash, po unë po flas për pjesën e procesit si të tillë, që e dëmton demokracinë dhe procesin zgjedhor si të tillë për arsye të shumta. Arsyet se nuk po kena mundësi se po shpenzohet më shumë, në qoftë se kishin mbajtur dertin e shpenzimit, e kishin kryer obligimin e non-shkurtit, m'ia dhon respektin edhe qytetarin edhe shpjegimin. Zoti Maloku, pajtona me ty këtë. Falenderoj nga zemra. Tani, pjesa tjetër e çështjes. Për çudi, absolutisht spajtohem. Për çudi, në fund spajtohem. Po në qoftë se kishte ndodhur kur tha në taborin, edhe pse e urrej këtë shprehje si tabor, se nuk i përkasas një tabori, por në taborin e andejshëm rrallë ka mendime ndryshme. 48 janë 48 në vi. Dhe kjo është shpjegohet për votë, shpjegohet si demokraci. Pjesa tjetër, taborin tjetër janë më disiplinum njerëz. Pjesa tjetër e tentimit proceseve zgjedhore së mos të zgjedhjeve lokale, ju po provoni, dhe më nëzis po presë këtë pyetje, ndoshta po e ndjej që kemi bë, edhe po du më përgjigj para se me bë. Çështjen e zgjedhjeve në Prishtinë, lokale gjithsesi, shef Prishtina ka përjetuar kungjat e lëvizjeve vendosje. Dhe ka provu edhe bërlogun e lidhjes demokratike të Kosovës. Në këtë rraf shumë konsideroj që Prishtina ka nevojë për një garnitur 3 për arsye se ne kemi pasur. Që vjen nga një parti politike tjetër thoni. Tjetër gjithsesi. Kjo është fushat. Dhe ç'është tash opozicionohet, tash bëj krahasim. Po bëj krahasim pe analizës tash. Bëj krahasim. Tash bëj krahasim. Edhe në zgjedhje lokale. Po më thuj që nëse s'është krahasim ky. Jo krahasim. Dhe edhe ftesë për me votu dikën. Krahasim presë, ftesë për me votu dikën. Mos përsëritet e njëjta, por të provohet diçka e ri, për arsye se ju po thoni që kjo bërlogu asocion me LDK? Ju po thoni që bërlogu asocion me LDK?
po thoni që Berlluga asocion me LDK-n, pra një kandidat tjetër Flasëm për Prishtinën, i LDK-s, komunën e Prishtinës dhe e bona krahasimin e dy garniturave politike që kanë udhëheq me vendin, me Prishtinën. Prishtina në kushte normale do duhet kishte një ndryshim, një ardhje tre në krye të saj, një subjekti politik dhe individëve që bën subjekti një ekzekutari tjetër. Nuk është që na vinë prej Londrës edhe vetë shesin mene nuk bojnë gjë. Jem kodra të reja Një kuadër i brendshëm i një orientimi tjetër politik. Zoti Veliu, po më dëgjoni? Si jemi të kënaqur. Kush mendoni që do të fitoj zgjedhjet në Prishtinë? Larg jemi zgjedhjeve lokale, megjithatë kanë filluar të dhezën motorat. Bek Berisha ka kandiduar nga Alianca për Armiqin e Kosovës, Besa Shahini, nuk e di nëse është me PSD-n se doli pallog në atë videon që kur e shpalli kandidaturën, ka deklaruar për Parim Rama që do të kandidoj për një mandat të dytë dhe kemi dy emra që diskutohen tek lëvizja, ose më shumë, po dy janë kështu, janë diskutuar më shumë, është zoti Glauko Njufsa dhe Ajrullah Qeku, ministri i kulturës, ministri aktual në detyrë i kulturës. Kush e fiton Prishtinën? Po në fakt, ditëve të fundit po dëgjojmë, kemi pa dhe kandidaturën e zonjës Besa Shahini, që do tjetë kandidate. Kandidatura e kryetarit aktual dihet, ndërsa nga subjekte tjera nuk kemi emra konkret. Po flitet për Ajrullah Qekun, që unë mendoj do të ishte një kandidaturë e dështuar e lëvizjes në vendosje, pasi në Prishtinë mendoj që personalitetet që vinë nga komuna të tjera për qenë kryetar komune është shumë e vështirë dhe unë mendoj se ai do të ishte i dështuar. Ndoshta zoti Konjufsa do të ishte zgjedhje më e mirë nga lëvizja në vendosje, mirë po nuk është se është vendosur ka dhe emra të tjerë brenda lëvizjes në vendosje. Ndoshta më i pranueshëm për qytetarët e Prishtinës edhe si qytetar që është i rritur në Prishtinë është edhe vetë Bonaliu, personaliteti i lëvizjes në vendosje. Mirë po duhet pritur emrat edhe partive tjera, pasi në zgjedhjet e fundit ne kemi pasur edhe kandidati nga Partia Demokratike ka pasur një rritje të dukshme brenda Prishtinës dhe ka rritur elektoratin e Prishtinë dhe me thënë të drejtën, edhe pse nuk kam qenë mbështetësi asaj partie, fushata e kandidatit nga Partia Demokratike më ka pëlqyer shumë për gjëra të vërteta. Zoti Veliu, një pyetje të fundit për shkak edhe të kohës, betejë me skujt do të jetë në Prishtinë sipas jush? Po historikisht betejë ka qenë në mes lëvizjes dhe vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Tani. Po pas gjithë këtij dështimi për 4 vitet e kaluara, ka mundësi që lidhja demokratike edhe mund ta humbë pozicionin. Unë të falenderoj shumë që ishe sonte pjesë e emisionit, zoti Veliu. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shkodra, kush a do të kandidoj Glauko Njufsa për kryetar të komunës së Prishtinës nga lëvizja vendosje? Jo, me vit kuqe. Jo me vit kuqe. Po. Keni informacione apo? Informacione shumë të sakta. Nuk ka asnjë lloj interesimi dhe ka refuzuar. Nga ana e tij. Nga ana e tij. Dhe mendoj që me të drejtë. Pse? Ka qenë kryetar, ndoshta edhe kryetari më i mirë i kuvendit që ka pas Kosova. Dakor, po s'është më kryetari i kuvendit ai. Ka rujt ekuilibrin në një pozicion tjetër. Mbrana në situatë ku ka qenë shumë, do thonë, polarizuar me skena politike dhe nuk ka interesim për mendim tamen është zbritje në karrierë, e njëjti s'di se e ka lexuar, por e di që është të refuzues në këtë drejtim. Pra nuk do t'jetë. Nuk do t'jetë, po që me gjas mund t'jetë Ajrullah Qeku. Për dallim prej subjekteve tjera, lëvizjave vendosje ka një mëri kuadrash të cilat mund të diskutojnë brenda forumeve të veta për t'i afruar kryeqytetit. Flitën disa emra, flitet emri zotit Qeku, është edhe zoti Gjergj Kërçeli, zoti Mefail Bajqinovci, gjitha janë figura të reja që ndoshta do të jepshin një impakt të ri kryeqytetit, nuk e di. Art. Kush e fiton? Arta ka qef LDK-ja, po Jo, s'kam qef heq se... E debra që ka qef,
Para gjykim është kjo, po nese. Po mënyra që shpo reagojnë, kur po përmendin këtë dy janë ngorë. Sulmet ndaj jush janë atë dytë. Reagimi im është i tillë, do të thotë. Tabore fillimisht dhe shkodra vëndi përsende dhe kreja tani. Ose kam atë kompleks. Atë mirësisht se kam atë kompleks. Se kam atë kompleks. Unë reagimet e mia. Fal. Orta mund t'i bëj analizën. Po. Ort, lutem. Dëgjom, nuk e kam atë kompleks as për etiketimin, sepse nuk kisha dashur, por prapë se prapë ajo çka dua të them, unë më së shumti do të thotë më vjen për të qesh, po e them troç është te kandidatët. Kur e përmendëm Glauko Njufcën, e kam thënë këtu në emision, nuk e di e ka qenë edhe ritheksoj, vërtet mund të jetë i vetmi kandidat. Kandidat po thotë. Dëgjoj, për t'ia risharuar këtij që nuk jam unë me atë që ai po mendon, kur ka qenë Glauko Njufca. Dhe me kohë nuk është keq, besoj. Atë që është zakonshme. Dhe urdhë? Edhe me kohë me LDK në shumë mirë, partisht të formuar. Fatmirësisht, duke qenë do thotë apolitike. LDK ka qeverisë mas mirë të Prishtinë këtu. Jo, nuk mendoj kështu. Tjerë s'kanë qeverisë hes. Unë s'mendoj kështu. Sa pasionant janë. Po, ki veprat kapitale që i kanë dhënë. Unë e kam Do sheshe, do shkolla, do çaj ëndë ata kanë bë. kërkoj ndjesë. Që kjo Prishtinë që është e ka bërë. Unë jam njeri praktik edhe kam shije kritike që unë vetëm bazë premtimeve që i ka dhënë, i shoh ai ka realizuar, unë dia ka jo nga ato pankartat ato që po thënë ju ato që i bën ai disa dekore edhe mu manipulu mendjen tëm. Fatkeqësisht s'mundet asnjë kryetar komune, asnjë kryeministër, asnjë ministër, asnjë deputet. Nuk u manipulon me imazh. Kjo është çësia ime e para. E dyta, po ti se Glauko Njufca, jam dakord që vërtet është rënje në karrierën e tij politike, se zakonisht do thotë nga kryetar komune mund të shkojë do thotë deputet edhe kryetar kuvend dhe kryeministër, por po të mendonin mirë në mënyrë racionale, lëvizja vetëndosje mendoj që Glauko Njufca do ishte i vetmi. Sot bile do ja uroni fiton, nëse do kandidante nga lëvizja vetëndosje, kandidati më i dashur, më i mirë nga lëvizja vetëndosje për ta qeverisur do thotë Prishtinën. Për kandidatët e tjerë, nuk jam dakord që tha se për postë vetëvendosjes, kjo është ironia ime, për postë vetëvendosjes që ka emra sa dush ka të zgjedhë, parti tjera jo. Nuk jam dakord sepse për Prishtinën edhe subjekte tjera politike, PDK, LDK. Dhe po bën listë dëshirash, unë po të them real politik. Jo, hiç janë në garë një 4-5 njerëz në VV që po qarkullojnë emrat. Dhe kjo është një, më falë. Në vështrimi, ja ka dhënë të drejtën, ai do në rikandidim, ka drejtë kërë partisë. Së është të vërtet këto? A ka ma shumë se për parim rama, ka. A thashone së është të vërtet. Unë ka të regova që në gjendja faktike. Po ndëgjoj shpendameti lëvizja vetëvendosje, kur i ndryshin këto subjekte tjera kandidatët, shpendametin 2 herë e kandiduan. I kam edhe 4 minuta, duhet ta... Pari theksoj, sepse kur je në pushtet, dhe kur një kryetar komune ka pushtetin, është no sens ta heqësh këtë dhe ta vendos një emër tjetër. Mirë që thash, unë s'thash kur gjë. Falë, që ka një 4-5 emra. Unë konsideroj që zoti Konjusa do t'i fitonte zgjedhjet në Prishtinë pa balota. Me diferencë të thellë nga kushdo. Për shkak të shkollës së lartë të pranishmërisë. Nuk e mos e pranuar ai po rrezikon t'ia hup zgjedhjet vetëvendosjes, po. Jo. Por unë nuk besoj thellë, unë konsideroj që zoti Konjusa nuk është për qeverisje lokale, madje as nuk është për qeverisje në nivel qendror. Unë në sytë e mi e shoh në nivelin e një politikani që angazhohet në Lezhvanje dhe aty ku është tash është më së miri. Përkatësisht ku ka qenë deri tash në si pari kuvendit, për shkakun e profilit të tij. Unë konsideroj që qeverisja ashtu, pra në profilet të cilat janë relativisht të larta, dhe të cilat lidhen me një profil të cilën do t'i shkonte atij përshtati. Kalibri i zotit Konjusës është për të vlerësuar. Ndoshta është një prej figurave më të çmuara në lëvizjen vetëvendosje dhe në gjithë skenën politike. Figurë qendrore vetë. Dhe madje edhe skenës politike aktuale për një kohë të gjatë. Dhe unë konsideroj që në bindjen time, në kthimin në çështje teknike, si të rrymës, kanalizimet ose të çështjeve të ngjashme, do të ishte jo fort e favorshme dhe përshtatshme për profilin e tij. Unë besoj që komunës si duhet, komunës së Prishtinës, administrativ. Komunës së Prishtinës dhe secilës komunë, por në veçantë kryeqytetit, këtu besoj të takojmë po ftoj për ta themi për një bashkëndim të mendimeve, i duhet sikur më parë një qeveri e jashtëzakonshme. Një menaxher i mirë. Në çdo aspekt, sepse Kështiti ka nevojë për një imazh i cili do të ishte, do thoya, edhe brendi i Republikës. Në fundit se do ta mbyllim emisionin se jam në fund. Nga kjo perspektivë, me ata që fliten në televizja vetëvendosje dhe këta që janë, që i dim që janë, kush i fiton zgjedhjet në Prishtinë ose ta nisim me betejë me skujt do të jetë që pastaj
mund të çojë edhe të fitoren. Ideja është për vendin e dytë do të jetë shumë e madhe, sepse ka një PDK që është rrit, dhe është rrit për shkak të zgjedhjeve të fundit, nuk e di a ka mbet akoma ai elektorat apo jo, besoj që deri në një shkallë të caktuar ka mbet një elektorat i PDK-s në nivel shumë të lartë. PDK-s i zotit Torano Sumar, sepse shefi numra votat e partisë dhe të kandidatës në fund pajtuhem. Dhe do të pajtohet shumë të vetë gjë me vëmendje. Dhe e dyta është për formaca aktuale e kryetarit Rama, nuk i dia do të ketë, s'ta themi edhe një herë për krajin, dhe as më tepër edhe strukturave të brendshme partijake në Lidhjen Demokratike, sepse ka qenë një prurje e re atëherë dhe nuk e di sa është etabluar për brenda PDK-s, për brenda LDK-s, dhe nëse lëvizja vetë vendosja gjë një kandidat të mirë, do të ketë, do të thoya avantazhin e saj për të fituar kryqëtetin. Më falenderoj shumë që ishe sonte në studio Doreti Miri. Ishte kënaqësi. Shkodra, faleminderit shumë. Ardë, Aloku, ju falenderoj që ishit në këndin e debatit, shikues të nderuar. Kaq kishim për sonte, ne do të rishihemi nesër me këndin e debatit. Mirupafshim. Vendosje të